Ky emision mundësohet nga Smart Home Albania, jeto më zgjuar. Eurocold Service, energji që nuk ndalet. Klinika Europiane e Syrit. Electromagic, përjeto eksperiencë. Simak Albania, teknologjia që rrit prodhimin. Mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhur në më lërë të mbaroj çfarë jave kjo. Një javë shumë e fortë, po. Si ishte si javë? Si javë, përflisim me 2 tradhtarët e kombit, apo? Kush janë këta? Unë s'to kuptoj ty njerë si një tradhtar këto. Ti gjinge një krye tradhtar ti, nuk pas kam njërë, kam pas sa vite 30 vjet që kam vlla, tani e mora vesh. Kjo shumë flisni po me 2 tradhtarët e kombit. Por u them ta lëmë janë këtë. Po, se ndoshta diskutojmë pak më vonë dhe do të jetë një episod shumë interesant ky sotmi sepse kemi një super panel. Është shumë panel i bukur dhe unë mendoj që të fillojmë ta prezantojmë nga Arber Hitaj. Mirë se vjen. Faleminderit shumë. Po bëhet si përjapsëm këtu Arber. Po. Duke se po na shijoj ka ky diskutimi, ha? Të ka rënë telefoni kështu domethënë pse shkon tek ata jo. Jo, nuk ka rënë, po disa njerëz më kanë shkruar. Do të bie. Se si fut në grusht të tyre. Vërtet? Seriozisht? Jo, nuk po flisja për publikun, po flisja në përgjithësi për mediat e tjera. Nuk është se të ka ardhur, sepse shkon shpesh ata. Protestuesit më kanë shkruar. Të kanë shkruar protestuesit. Okej, do t'ju kthejmë përgjigje pas pak. Po mirë, si ka mundësi që ne të lam që ti të flisje kundër kësaj qeverie apo? Si të tjerët në përgjithësi, po, se të tjerët në përgjithësi nuk i lënë as që të flasin kundër qeverisë. Dgjoj, një detaj shumë i vogël përpara se të prezantoj të ftuarit e tjerë, i Arbit ishte që sa filloi emisioni unë nuk e kuptoj pse domethënë. Që kështu që shkon telefonin, po mi mbroma. Faleminderit shumë që. Po sepse janë dashur. Okej, i ftuari i dytë është një super personazh, është deputeti Erion Malaj. Faleminderit shumë. Përveç se deputet, ai është një njerëz që ka një angazhim shumë të madh në Partinë Socialiste. Do më quani edhe mua tradhtare, shoh këtë punë. Besoj. Jo, unë s'kam thënë për askënd, as për ata që dalin protesta. Kur ju thonë juve tradhtar, unë jam i kategorisë parë. A e kupton? Po. Okej. Përshëndetje dhe kënaqësi, faleminderit për prezantën. Faleminderit shumë për kohën. Dhe ftuara e tretë është Alba Bajraktari. Faleminderit shumë Alba, avokate e cila ushtron profesionin e saj në Francë, në Paris, po. Në Paris, okay. Të drejtë fiskale. Të drejtë fiskale. Po. Nuk e ke marrë akoma atë të avokatisë? E marr, po. Jemi në proces, jemi në proces. Jam mund të thuash fiskaliste dhe je brenda. Fiskaliste. Okej. Kështu dhe shkruajnë dhe titrat fiskaliste. Jo, mos e shkruaj fiskaliste. Po, ato fiskaliste. Po, okej. Shumë faleminderit shumë për kohën Alba. Kemi parë kohët e fundit që angazhuar shumë me protestën, kemi parë në emisione televizive kryesisht politike. Dhe fillojmë me Albën. Albën e ftuam ne apo erdhi vet? Alba erdhi vet, donte vetëm të fliste për. Unë erdha vet. Erdha vet, mor avionin e parë. Bravo, erdhi vet. Po, jo doja të sqaroj publikut që çfarëdo lloj gjëje që ndodhet këtu në këtë studio jemi ne ata që i marrim njerëzit i ulin që t'i japin mendime pro ose kundër sepse kemi parë një histeri shumë të madhe në rrjet të tipit që pse shkuam ne në Vlorë dhe bëm një intervistë me njerëz që thjesht thanë po projektit, nuk thanë as janë kundër protestës, as kundër protestuesve, as të drejtës për të ngritur zërin. Nuk thanë të gjithë pro projektit, thanë disa thanë pro marrëveshjes. Kështu që do doja që të ishim shumë kujdesshëm dhe ta çojmë këtë opinion publik këtu ose opinion të detajuar do thoja mbi çështjet aktuale këtu në vendin tonë. Në cilë ishte pyetja? Sa bukur flet ky Donaldi, po dhe shikojmë që Donaldi kur flet. Jo, sepse unë mendoj se mendoj sepse është bërë një histeri shumë e madhe e gjërave që publiku do të dëgjojë. Sepse në momentin që flitet për një projekt dhe ne themi jemi dakord me zhvillimin, ama themi që jemi dhe dakord me protestuesit, duket sikur marrin një pjesë të shkëputur dhe pastaj bëjnë atë pjesën virale, ndoshta histeria turmës, nuk e di, por që mendoj që në një vend demokratik të gjitha mendimet duhen dëgjuar. Jo gjithmonë duhet të jesh dakord me mendimin e dikujt, ama kjo është demokraci që ti japësh dhe hapësirë dhe liri tjetrit që të shprehë mendimin e tij. Shiko, un kam përshtypjen se gjithë kjo që ti thua vjen nga emisioni i fundit që ne bëm. Pikërisht
Pikërisht pra. Pikërisht ne prandaj kemi marrë. Ne tu diskutuam shumë gjëra që ishin kundër qeverisë, kundër Ramës, dhe njerëzit kam shqipë nuk e kanë dëgjuar të gjithë. Pikërisht pra. Kjo i ka bërë, kanë dëgjuar copza. Dhe ato copza ndoshta e kanë krijuar idenë e gabuar nga copzat. Sepse po ta kishin dëgjuar të gjithën, patjetër që nuk besoj që do të shpallin tek ajo tradhtarët. Drasa e tradhtarëve online, drasa online e tradhtarëve. Shiko, unë hyta ata njerëz që janë kundër linçimit, që bëhet individue që janë kundër projektit. Nuk mund të thuash fjalë të mira. Ora as kundër projektit, ne themi jemi pro zhvillimin, pro investimit, po. Jo, ta kam fjalën, janë njerëz janë kundër projektit, pro projektit. Unë nuk jam dakord me linçimin që ju bëhet, por është një moment që ka shumë tension. Ama arsye nuk duhet ta humbasim. Ka shumë elektricitet. Po. Edhe nëse futemi në detaje tek ata që dalin në protest, pjesa më e madhe, po flas për ata që unë kanë takuar, është ajo Shqipëria e vuajtur. Patjetër, e cila ka parë familjarin e vet që ka vuajtur për të gjetur ilaçe, ka marrë kredi për të marrë ilaçe, ka parë që toka i shmar para syve të vet, toka e gjyshit, ka parë gjyshin e tij ose të saj që i ka vdekur. Askush nuk po thotë që kjo gjë nuk ka ndodhur. Duhet të jesh i çmendur ti është kundër kësaj gjë, që ti jemi realist. Kjo, po nuk është vetëm Shqipëria e vuajtur, është edhe Shqipëria e vuajtur, por ka dhe shumë njerëz që ndoshta nuk janë të vuajtur, janë intelektual apo njerëz të vendosur mirë, por kjo është një temë që do shumë diskutime. Por kanë mbledhur sepse me këtë qeveri nuk ka llogaridhënie, nuk thot njëri çfarë ka ndodhur, si ka ndodhur, pse ka ndodhur. Të plot për skandale të jashtëzakonshme dhe me situatën se do ta diskutojmë të bllokuar totalisht, njerëzit shprehen. Pra tensioni është në të gjitha anët dhe janë të bllokuar. Pra kur ti sulmon, qoftë edhe fjala më e vogël, në rastin e Zvërnecit, te Zvërneci nisi gjitha. Nisi gjitha, pra nuk është më tema. Nuk është më tema. Jo nisi. Përfundoi kam përshtypjen sepse thonë është shpreha që Zvërneci derdhi gotën. Pika që derdhi gotën, që thonë gjithmonë. Derdhi gotën, pra vuri pikën e fundit të një fundi dhe nisi tani gjithë këtë fillimin e ri që solli këtë dallgën e madhe. Që shqyr që e solli, shqyr. Okej, Erion, do mendimin tim për këtë gjë. Po si ka që kjo javë Erion dhe si e seti këtë situatë? Tani unë erdha me xhaketë, hoqa xhaketën sepse duhet jemi të zhveshur nga çdo lloj gjëje që të komunikoj lirshëm me ju, se për këtë duam dhe ne kur mos do merrem për këtë gjëra, duam që të flasim lirshëm, patjetër. Para një herë dua t'i mshoj fort asaj që mendimet e ndryshme jo domosdoshmërisht janë të gabuara dhe nuk janë absolutisht për t'u linçuar. Që do të thotë, nëse unë dhe Arbri nuk biem dakord për diçka, apo unë dhe Alba nuk biem dakord për diçka, nuk kemi asnjë drejt të linçojmë njëri tjetrin për mendimet e ndryshme që kemi. Po sepse kjo është demokracia. Po jap një rast konkret me çështjen fjalë. Janë të shumë njerëz që kanë 1100 arsye për dalë aty në protestë dhe janë qytetarë të denj të kësaj republike dhe më lejoni ta quaj, unë dua ta quaj kështu për herë të parë, njerëzit po ndjejnë një lloj opozitarizmi të vërtet, qytetar. Dhe kjo është një gjë normale. Dhe kjo është për të dorë tjetër. Dhe kjo gjë është normale dhe nuk duhet shqetësoj askënd, përkundrazi një tërheqje nga xhaketa dhe një kërkesë llogarie është gjithmonë e nevojshme dhe domosdoshme. Ka shumë gjëra që ne mund t'i bëjmë më mirë, ka gjëra të cilat patjetër nuk i kemi bërë ndoshta ashtu siç duhet dhe jemi shumë të vetëdijshëm për këtë. Por ka dhe shumë gjëra tjera që ne nuk i harrojmë që i kemi bërë dhe njeriu për nga natyra e ka që harron shumë shpejt. Ne jemi rritur, unë jam rritur në këtë qytet. Edhe kam ikur nga Shqipëria 18 vjeç, kam ardhur 24-25, dhe ti të them që ne e dim gabim. Kemi qenë një brez, një popull ku unë në klasë të parë 2-3 kanë qenë vite shumë të vështira, madje ishin dhe trazira 97-s, ku në shkollë kemi vajtur dhe me qese plastike për të na parë çka kishim brenda. Sot jemi një popull që ka të drejtën e tij qytetarit protestoj. Jemi një popull që nuk proteston më një ditë se t'i vrasin protestuesit në rrugë, proteston sa doj dhe kërkon çfarë doj. Dhe askush nuk ka drejt, as ne, që t'i themi njerëzve se çfarë duhet kërkojnë shesh. Ata kërkojnë atë që gjykojnë të arsyeshme. Patjetër. Dhe kjo është pjesë e demokracisë së shëndosh, me 1000 probleme, por e shëndosh. Okej, si e shef protestën? Protesta e para njerë mua si i ri në politik, se s'mund ta quaj veten shumë të rinë mosh, se jam babai 2 fëmijëve, jam 37 vjeç. Por si i ri në politik, si një deputet mandatin e parë, prej 8 muajsh në Parlamentin Shqiptar, protesta për çështjet që kanë ngritur dhe
dhe për shkakun që erdhi, se erdhi si një reagim protest. Është një protest shumë qytetare. Por, edhe këtë duhet ta theksoj. Fatkeqësisht janë të shumtë ata që në një formë apo tjetrën edhe duan të devijojnë, edhe kanë arritur pak të devijojnë, sepse vërtet të tipi devijimi çfarë thua? Ja, të them me dy fjalë atë që mendoj edhe uroj dhe gjykoj që as mos të keq interpretohet, as mos të keq kuptohet. Në ato protest unë shoh njerëz të cilët edhe mua personalisht më kanë votuar. Që të thotë janë njerëz që kanë mbështetur atë qëndrim atë vizion që kanë patur unë dhe partia që unë përvaqësoja. Por kanë të drejtën e tyre të kërkojnë shumë gjëra për të qenë më mirë. Ama shoh dhe njerëz të tjerë të kategorive të ndryshme që fjala që i përmbledh fatkeqësisht është oportunizëm. Janë oportunistë të kategorive të ndryshme. Oportunist politik, edhe parti të vogla, të cilat Për ke oportunist politik? Të gjithë ata oportunistë politik janë ata që nuk flasin dot në emër dhe në zot kësaj proteste qytetare, por dalin në këtë protestë qytetare. Sepse janë po ata. A mund të ndalemi pak te kjo? Janë po ata që sa të jetë jeta, nuk i nxjerrin dot njerëzit natyrshëm në këtë formë. Arber, a mendon se kjo protest po shfrytëzohet nga partitë e vogla, nga një grup individësh të cilët po gjejnë një mënyrë se si të kapen dhe ta rrëzojnë në thonjza kundërshtarin e vet politik? Kam qenë për ditë në këtë protest, ka patur tentativa për ta shfrytzuar, por nuk ka patur shfrytëzim deri tani. Sepse ata që janë pjesë e organizimit, por në një betejë politike ti mund ta shfrytëzosh shumë si argument një protest që ndodh të disa njerëz të pakënaqur, sepse ke partitë e vogla që aty le të themi nga Shea, nga Lapaj, nga nuk i ka lejuar që të flasin. Ata e kanë mbrojtur. Nëse e kanë mbrojtur të përdorin si argument në parlament. Tani të mbroshë. Është tjetër gjë shfrytëzimi mediatik që ti ndalon dot askujt. Unë mendoj që kjo lufta që po ndodh sot, them në tonë se kjo luftë, të qëndrime me respektin. Adriatik Lapaj, Alin Qori. Po në media sociale po bëhet kjo luftë në media sociale po bëhet. Pra nuk janë njerëzit e tyre këta. Patjetër. Se po të ishin njerëzit nuk po e akuzoj që këta janë njerëzit, nuk po e them që këta janë njerëzit të Agrosheajt ose të Adriatik Lapajt ose të Alin Qorit. Po them që këta e shfrytëzojnë si argument në parlament. Janë pjesë. Janë pjesë? Po janë pjesë periferike. Periferike mos ka, nuk janë pjesë. Dëgjova edhe që thash në fillim, ka qytetar sa duash. Po janë ka njerëz që kanë agjenda, njerëz që duan dhe kanë agjenda personale, kanë ambicie personale, po përse jo, kjo nuk ka asnjë problem. Po jo më po e them, s'po trajtoj si problem, po nxjerr si fakt. Nuk janë njerëz që kanë një agjendë politike, janë njerëz që dalin për pakënaqësinë, dalin për mënyrën se si po sillen gjithë gjëja. Jo, atë nuk e dim. Atë nuk e dim sepse është shumë e drejtë kjo që thot Arbi dhe nëpër studio është përdorur pikërisht kjo dhe prandaj është me vlerë ky shpjegim, sepse në studio të ndryshme televizive janë përdorur interesa të vogla që mund të kenë qenë prezente, të shpallura apo jo, po qoftë organizata të ndryshme. Antisemitizmi, shumë që ka qenë një grup shumë i vogël që u distancuar më një herë organizatorët. Po ishte një grup shumë i vogël që e hidhte incognito, e hidhte si çështje. Po qoftë këto, po qoftë edhe organizata të ndryshme që kanë qenë, pra kanë thënë LGBT janë përmendur, edhe është thënë në televizion shumë të rëndësishëm që kjo është një protestë organizuar, më thonë nëse citoj gabim, e organizuar nga organizata LGBT. Ka diçka, ndoshta organizatë LGBT mund të jetë prezente aty, unë nuk e di. Por protesta nuk është një grup interesi, protesta jemi të gjithë, protesta jam unë. Këtu duhet të qëndrojmë. Dhe është Arbi e tjerë, se më fal, po e citoj po. Kush është në, Arber, tani na dole. Është dhe Arbi, më fal, po shumë mirë ti ke thënë darkë. Unë nuk jam dhe organizator që ta sqarojmë. Kush janë? Një sekond. Në kuptimin e shtetit. Shumë mirë, qëndrojmë këtu. Kush janë organizatorët e protestës? Tani unë nuk e di, unë di që janë njerëz totalisht të thjeshtë, siç mund sinqerisht. Janë një grup koordinues, nuk e di, sepse po flitet edhe të gjithë thonë nuk e di. Është një grup koordinues. Tani nëse do të jemi të sinqertë, do të jemi të gjithë sinqertë. Koordinues me 40 veta. Edhe që janë nga shoqëria civile, nga bota e medias. A i njeti këta? I njoft të paktën 25%. A janë publik, domethënë janë. A janë publik pra se duhet ta dimë Janë publik, por nuk duan që të jenë ata drejtuesi,
Pra nuk dua që ta marrë një ose dy persona, por është një grup prej 40 vetash që bën 40 veta, jam sot po marr vesh, grup koordinimi 40 veta që bën njoftime në rrjetet sociale, dikush organizon fonin, dikush shikon që mos të dalin dhe te podiumi të flasin njerëz, edhe një ka një statusi biznesmen ose që punosh me zime të koordinimit. Po më fal, po ti nuk organizon dot një ditëlindje, po sumor njëri. Si mund të organizosh një protestë tillë madhe? Prandaj tani prandaj që ka njerëz që organizojnë. Pra ka qytetarë të tjerë që organizojnë. Po dalin në rrjetet sociale, nuk bëjnë një gjë të madhe. Bëjnë njoftime. Hajdeni ikni. Pra si ti them unë. Po dalin tek ajo fjalë që thash. Unë dilni me mua. Po. Nuk I thua dot ashtu sepse janë aq shumë njerëz me mendime, me qëllime dhe me arsyetime të ndryshme. Po. Aty sa që ti nuk I mbledh dot një person apo dy persona apo 5 persona. A ka një kokë kjo protestë? Nuk ka. Është pa kokë, domethënë. Kjo është edhe kur ju e shikoni që sepse njerëzit japin shumë peshë protestës duke kërkuar tani që kjo protestë zgjidh gjithë hallat e Shqipërisë në 35 vite, 36. Okej. Por protesta nuk ka kokë, protesta ka njerëz që mbledhin njerëz dalin, mira njerëz. Ta shpjegojmë këtë, ta qartësojmë këtë. Po e diskutoj sepse në politik nuk besoj të rastësia. Rama bëri këtë sepse ishte rastësor nuk e besoj. Pjesa më të madhe të rasteve nuk ekziston. Po. Por në mobilizime. Ama ajo është një lëvizje politike? Patjetër. Tani ta flasim. Në mobilizime qytetare. Po. Mobilizimet qytetare, sidomos kur ka mira njerëz, nuk mund të jenë me plan. Qofse politika është me plan, mobilizimi nuk është me plan. Të jam shumë I qartë, Alba, do të jem shumë I qartë. Nuk po them ata njerëz që kanë të afërmit e tyre si undes, pra, po them për grupin, për qendrën. Të kuptoj shumë qartë. Nuk po flasim për njerëzit që janë sot në rrugë, në bulevard. Po flasim si nisi. Dhe është me vlerë të kuptojmë dhe ta diskutojmë si nisi, sepse nisi nga një ndërthurje rrethanash. Pra që e problematika e Zvërnecit, e cila në fakt ishte përmendur, po dhe si ishte përmendur, po si Zvërneci sa të tilla. Ama problematika e Zvërnecit. Ja, një sekond, të qëndrojmë këtu dhe shpemën. Që kjo problematik me njerëz që kanë dhe shumë jo transparente kjo situatë, prandaj edhe ne nuk mund ta flasim shumë qartë sot sepse akoma nuk është e qartë situata. Kryeministri doli tha ne kemi angazhuar ta 5 studiot më të mira. Unë ngrej pyetjen për shembull. Ka sa vite Partia Socialiste sa herë ndërmerret një projekt edhe imagjinar, ju kujtohet ajo, kam duket ka qenë Bryli Broadway që thoshte nxirte Dubai, nxirte Fantashkencë, ndryshe thoshte Korça ose Korça shumë e bukur në fakt, por qytete apo rrethina. Sepse sapo kishin minime në një projekti si ishte fare publikohen në rrjetet sociale. Përderisa Zvërneci dhe po e marrim të mirë qenë që më qëndro tek rastësia, lutem po. Do t'i kthem. Përderisa Zvërneci ishte një mrekulli e tillë me gjithë studio fantastike, pse më nuk u reklamuan ashtu siç u reklamuan gjithë të tjera? Ishim habitur të gjithë. Meqense ka një paqartësi dhe kjo është e drejta më e madhe që mund t'i jap unë, por edhe ndër të vetmet. Po. Mungesë informacionit që duhet të jetë më e madhe. Pra informacioni që duhet japim patjetër dhe aksesi që duhet kenë qytetarët duhet të jetë më i madh. Ama ka një gjë që duhet saktësuar. Nuk kanë patur atë qartësi që kërkojnë, sepse akoma nuk ka një projekt dhe do ta rithemi këtë gjë për sa kohë ky është realiteti. Që do të thotë, narrativat që fliten lart e poshtë, fatkeqësisht nuk janë të vërteta, sepse për arsyeën që kanë dalë sot qytetarët në shesh, edhe unë do kisha dalë në shesh. Por nëse hapim dhe shohim të gjitha gjërat, nuk janë ashtu. Dhe po të them një gjë, kanë ardhur 2 projekte për investimin në Zvërnec. Ka ardhur I pari, e kemi kthyer mbrapsht. Qeveria e ka kthyer mbrapsht. Ka thënë jo, ky projekt nuk bën. Pse? Sepse Zvërneci është një zonë e mbrojtur e kategorisë 5, ku ti mund të ndërtosh, por mund të ndërtosh me limite të caktuara sipas organizatës ndërkombëtare. Okej, 1. Po. E dyta, ka ardhur projekti I dytë, I cili prapë është kthyer mbrapsht, sepse ne kemi kërkesa. Tani nuk ka një projekt. Ka një plan projekt. Dhe për këtë gjë është diskutuar, kanë ardhur arkitekt, kanë folur me profesorë të fushës dhe kjo gjëja nuk ka nisur akoma. Okay? Dhe një çështje tjetër që trumbetohet më të madhe dhe ju dhe unë dalim tradhtar
është fakti sepse po Por trumbetohet. ti më që merresh me politikun, po ne pse do të. Ja ta them pse ke dalti. Ta them pse ke dalti. Por në studio time çfarë si çdo për Ta them pse ke dalti. Ja ta them pse ke dalti. Nuk është sporti Po s'do të politik. bëj politikë. E di çfarë të req. Nuk të req e vërteta. Nuk të req e vërteta. Të reqin thashë them naja. Ne po shesim Shqipërinë sipas dikujt. Shqipëria nuk është për të shit, as ka për të shitur, as është shit ndonjëherë. Shqipëria vetëm është mbrojtur. Po e shënoj këtë pjesë të shesim sepse do ta diskutoj edhe Tani, që ta dish, ne s'kemi gjë për shitur, sepse ne kemi Sazanin që nuk e shesim, se nuk është në shitje. Të pjesën e Në shitjes. Sazan ka një kërkesë për një investim dhe janë akoma në tratativa, qeveria shqiptare me investitorin. Për çfarë janë tratativa? Që ne të jemi pjesë e investimit. Toka është e Shqipërisë dhe mbetet e Shqipërisë. Një pyetje. Tani, Çfarë po shesim ne këtu? Një pyetje. Alba, ti je dakord që një huaj të vit të blej një tokë këtu, edhe të investoj, të marrë një lokal, të blej një dyqan në Myslimshyr dhe të hapi një dyqan këpusësh. Është një napoletan që e ka qef Shqipërinë, për shembull. A je pro? Prandaj ne nuk duhet ta reduktojmë debatin te kjo, sepse nuk është ky debat. Kur Jo, kemi pa, parë, jemi këtu, jemi tek kjo pjesë. ata është atë do thonë, por shikoni. Jo, për dua çfarë- ta di për çfarë unë doli tek pjesa e pjesa shitjes, po. A doli që po shis po Shqipërinë? Të përgjigja mos Ka qenë dikur më lër flas. Po s'ka që se Më lër ta mbaroj. Po. Shqipëria nuk është Patentën- shitur deri më sot. Shqipëria është drejtuar si leck. Okej. Nga të gjitha anët dhe për këtë. Okej, po, okej. Tani, situata në vetvete Po. është totalisht e paqartë. A ka të drejtë dikush që të vitë të blej një tokë këtu pra dhe të ne investojë në nuk dyqan, mundet ta një bëjmë me restoran? përgjigje dhe pyetje Po. a ke të drejtë apo nuk ke të drejtë, sepse nuk ka qenë dhe nuk është asnjë shqiptar kundra investimeve. Këto janë Çani një sekond, prit. Do diçka që çfarë thash në ti? shesh unë dëgjoj që thon anullo projektin. Po, sepse Mos e shisin Shqipërinë. po, Okej. Unë kam njerëz të mi që janë në protest po. dhe i mbështes ata për disa kauza që mua më duken të qëna që duhen ngritur zëri. Por kur i pyes dhe ata, unë e them thonë që anullo projektin, po në fakt unë s'dua më që ta anullojnë se unë dua që kjo Nuk vend është të ashtu, zhvillohet. sot nuk flitet pothuajse fare për projektin në Ose protest. projekti projekti nisi, nisi. Kur ishte? Përpara një ore, 2 orë Nuk sa është anullo tema, projektin. tema thonë. është bërë për gjithë situatën Janë Ti dhe vet, interesat ti e vet, drejtës. ti vet. Te kjo Po ne- pjesa ne e mund të shesim, qëndrojmë e tek- shesim, Po jo, janë jo, disa e pra shesim, grupe, nuk e nuk është shesim. një. Te kjo pjesa. Janë disa A janë njerëz me qëllime të ndryshme, me Po, kërkesa patjetër, të patjetër. ndryshme. sepse Po, te doli më dalim farë, tek- sepse doli tek- dhe Rama me një shprehje, Shqipëria është e Zotit dhe e mikut. Tani, kishte shumë komente negative në rrjet që çfarë thot kryeministri me këtë gjë. Në teori shesim, a është një teori që protestuesit i qëndrojnë sepse ne nuk duam që të huaj të vinë këtu të mos marrin asgjë që ne na takon, të tipit ne vendosim një gardh dhe këtu mos ta Atëherë afrohet të askush. shpjegojmë situatën Po. shumë qartë. Edhe Po. një herë ishim tek piknisja, se Po. pastaj devijojmë sepse ka shumë tema interesante për t'u trajtuar, por ishim tek Në fillim piknisja. E tham si- ishim tek rastësia. Ishim tek rastësia që është Po. piknisje e gjithës. Po. Ka qenë një ndërthurje rreth anës. Po. Që kjo si historia e Zvernecit, Po. që tjetër Po. edhe tërheqja zvarr e atij zotris. Patjetër. Nga security privat gjatë kohës që policia bënte sehir dhe me atë fytyrën atij që u zhgërrye në tokë pam Po. të gjithë ne shqiptarët fytyrën tonë aty brenda. Dhe këtë rrethan nuk e krijoi as Amerika, Po patjetër mo. as kjo është një Patjetër. rrethan. Është absurde që të mbrosh dhunën, mo, është absurde kjo gjë. Patjetër. Se mbrojnë dhunën. Patjetër. Ai u tërhoi zvarr dhe Po. kjo që është vetëm një simbolik e zakonshme. Kjo është inicia e e mënyrës se protestës, si po. trajtohemi ne Po. se është shteti i fortëve. Po, Pra, patjetër. kjo ishte. Nisi Dhe nga ky shteti i fortëve, shteti i inkriminuar deri në rrez, për të cilët nuk mban njëri përgjegjësi se s'kan se pse të mbajnë, solli gjithë këtë Po, protestë madhe që u Po. shikoni, e cila qëlloi të kishte edhe emrin e Kushnerit dhe presidentit Trump. A mendon një sekond, sepse dua edhe një opinion tëndin. Rastisi që ishte Kushner aty edhe Ivanka, më duket rastësi shumë e fortë që thjesht rastisti Ivanka dhe Ore, Kushner. ndoshta edhe ata të zonës që kanë problematikat që kanë dhe Po, një ngritën sekond, zërin për okej, një arsye që sekond, ngritën. një sekond, okej. Ndoshta Dashur, duke ditur e Po. kujt ishte gjithë Për ta- jo të gjithë projekti, se janë përqindje projekti, Pikërisht, ngritën po. zërin Për ta në idenë mbështetur që pak, do po. të dëgjohet. Ta mësoj pak të ide. Pse njerëzit thonë Shqipëria nuk është në shitje? Po. Është metaforike.
Ja pra, këtu duhet të dalun, e kupton. Nëse është metaforë, jo, po është prit. Është metaforike, po që ka një mesazh të rëndësishëm brenda vetes, se flasim për portin e Durrësit. Nëse te porti i Durrësit, investitorit që erdhi nga Dubai, ju fal porti i vjetër dhe shqiptarët do paguajnë me taksat e tyre për një port të ri qindra miliona euro. Kjo është një shitje sepse shqiptari thotë prona publike, thotë ky s'ka problem. Jo, shqiptari thotë prona publike thotë nuk mund të falet sepse prona publike nuk falet. Nuk është kush ka falur pronë publike? Ju me aksion. Ja, dhe thotë që mos ja jep thotë mos ja jep atij falas thotë, po dua edhe unë të marr kam interesin e unë si qytetar, sepse nuk i jepet nuk e ka të drejtën një qeveri që një tokë që i përket gjithë Shqipërisë t'ia japë një investitori. Ata prandaj metaforikisht dhe nëse kemi po shitet thotë. Ky është më. Nëse kemi informacion dhe ka një gjë. Ja e mbarova, ndjes serion. Dhe shkojnë pastaj se porti i Durrësit është shenja më e fortë e kësaj gjëje, kësaj punësie. Sepse ti e merr një port qeke, në vend që ta investosh, ta thellosh, ta zgjerosh, ta modernizosh, ti e mbyll, ja jep një investitori për të bërë pallate, dhe çfarë bën portin e ri e bën 3-4 kilometra më poshtë dhe në vend që të bësh një investim te porti i vjetër me 100 milion maksimumi dhe ti e bën një port shumë modern, shumë me qasje shumë të mirë tregtare, siç është porti i Selanikut, ti çfarë bën? Ja fal atë një investitori për bërë pallate dhe çfarë bën një port të ri në Porto Romano që shkon qindra miliona euro dhe njerëzit thon prit pak. Kush e ti që me këtë vendim, se në fund të ditës e paguajnë njerëzit me taksat e tyre. Pra metafora e tillë është. Fjalët janë të rënda në kuptimin që unë si jurist më duhet të saksoj vetëm një gjë. Fjala fal ka shumë kuptime, edhe shumë nën kuptime. Ne s'kemi tokë për të falur dhe nuk kemi falur asnjë tokë. As atë që përmendet ti, as kjo që po përmendet tani, as një gjë. Nuk falim ne tokë, se nuk i takon askujt fal tokë Shqipërisë. Dhe nuk kemi falur. Dhe po e përsëris as në Durrës, as Sazanin, e as Vërnecin që nuk është fare pronë publike. Nuk falet. Madje ti duhet ta di shumë mirë që të vetmet pjesa apo copa toke ku cilësohet pronë e huaj në thonjza në jurisdiksionin e huaj janë ambasadat, edhe ato janë pra ti shkel aty dhe cilësohet siguria aty, por pronësi e ke ti. Nuk falim tokë ne, s'kemi tokë për të falur. Po përsëris. Ja përdorim për 50 vjet. Jo, po është diferencë e madhe. Çfarë do të thënë kjo? Kam dëgjuar edhe për 999 vjet. Këtë nga këtë ta gjëra këtu. Shiko, ka një gjë, po pra. Tani ka ndodhi. Grupimet që unë përmenda që pa unë thash ju më lart te kategoria. Po me që jemi ju më thatë po ndaluar te kategoria. Dhe çani, forcoleta kemi për gjithë. Nuk më lart të mbaroj, më liri të mbaroj. Po, ju më lart te kategoria e parë e oportunistëve, që janë oportunistët politik. Po të vazhdoj unë me oportunistët që janë aty, pa i hequr asnjë pikë vlerë dhe rëndësi të gjithë atyre qytetarëve që janë aty në të drejtën e tyre, fillojnë oportunistët e kategorive nga më të ndryshme. Vazhdojmë me oportunistët mediatik, që gjetën një kaos për të bërë lajm. Dhe oportunistët mediatik më të shumë kanë qenë ndërkombëtarisht. Në Shqipëri kanë ndodhur arsha asesore kjo për shkak që fare mos asesore i ke parë titujt e artikujve botror ti. Protest. Jo. Po pra, kjo është lidhur me Kushnerin. Se po, Flamingo është simboli i Kushnerit. CNN-i. Lidhet me zgjedhjen në Amerikë. Prandaj unë dua ta ngrej nivelin e bisedës, po pikërisht. Lidhet me zgjedhjen në Amerikë. Me problem. Lidhet me zgjedhjen në Amerikë. Pa lidhet, jo lidhet. Jo lidhet. Që mirë ata instrumentalizojnë. Nuk është lidhet këtu. Ne jemi dëm kolateral. Po e kuptoni ju, ju çfarë ndodh që s'na takon ne. Tjetër më burr. Lajmi është bërë në kurrizin ton. Po, Shqipëria është si fushbetej thua për zgjedhjen në Amerikë? A Shqipëria fushbetej për zgjedhjen në Amerikë? Jo, që nuk është fushbetej. Ata gjejnë interesa. Sigurisht që atyre nuk u bëhet vonë se sa keq jetojmë ne këtu ndoshta. Me shumë mundësi se bota funksionon kështu. Problemi është që ne vërtet jetojmë keq, se mira njerëzit në shesh nuk i ke sepse kanë interesa demokratët apo diskutoj fare, kjo nuk ka diskutim. Kjo nuk ka diskutim. E diskutojnë të tjerë. E diskutojnë mediat vazhdimisht duke thënë që gjithë kjo protestë në fakt është instrumentalizim sepse demokratëve u intereson kjo situatë. S'është e vërtet. Protesta demokratëve amerikanë. Jo demokratëve amerikanë. Në fakt, se këta këtu nuk ekzistojnë fare? E diskutojmë më vonë. Në fakt,
kemi një realitet të mira njerëzve të cilat marrin zë, edhe ndërkombëtarisht për arsye të tjera. Patjetër, po e përdorin mediat jashtë dhe partitë jashtë të pakënaqësitë të njerëzve këtu. Po thonë o budallënj, a e kuptoni që në fakt s'është e jona, është atyre dhe kjo s'është e vërtet. Është e jona. Dhe gjithashtu po instrumentalizohet siç instrumentalizohen shumë gjëra, por pakënaqësia qytetare e këtij niveli e keni aty. Shumë mirë, okay. Dua ta kap këtu gjën. Ju keni qëllime apo jo? Në fund të gjithë kësaj proteste, kush është qëllimi? Kryesor, pika e fundit. Qëllimi i protestës, unë e kam thënë diku tjetër, është një Shqipëri normale. Pra ne do donim shumë, ne si qytetar, që të kemi institucione funksionale. Institucionet në Shqipëri, nuk e di a keni vënë re, janë tërësisht disfunksionale. Dhe pse niset kjo protestë me të iki Rama? Të iki Rama se po iku Rama, Partia Socialiste megjithëse ka një ushtri që e trashëgon, ngel pa kokë, dhe po ngeli pa kokë, ka mundësi sistemi të ketë edhe njerëz të tjerë në mënyrë që të mos kemi këtë absolutizëm që kemi sot. Këtu është edhe gjithë situata. Në këtë kuadër që jemi ne. Që të iki Rama që do vim ne, nuk është kjo çështja. Kush të vim, ju e kuptoni që s'ka alternativë, se po të kishte do të ishte Rama. Po kjo është arsyeja pse nuk ka alternativë, se thjesht nuk ka, apo thjesht nuk doni që të dalë dikush. Politika është strategji, është dhe pak fat. Doja të dilja. Është strategji, është pak fat. Ka fat politik? Patjetër. Ka? Patjetër. Nuk ket fat dashuri, po. Në politikë jo, ndërton më fatin. shumë e shtyn. Më shumë E shtyn, po një çik aty duhet jetë. Që të ndërtosh fatin në një demokraci, në një republikë. Më shumë se ka flasin shumë Merioni dhe pastaj flasin. Më ka se do ta bëj diskutim. Më lini të Rama. Tani unë e thash edhe më parë sepse në diskutimet e para që ka bërë dhe kryeministri ka qenë që e ka kuptuar shumë mirë reagimin e nevojshëm dhe shumë të drejtë që patën qytetarët nga ato skenat skandaloze që pam në Zvërnec, u skandalizova dhe unë patjetër si çdo njeri tjetër në këtë vend, dhe kërkoi që të bëhet një përfaqësi dhe të nxjerrë gjithë kërkesat legjitime që mund të kenë dhe të shohim që të ecim përpara të përmirësojmë. E kemi kërkuar, mos gaboj ditën e dytë. Po pse nuk e bëjnë protestuesi këtë gjë? Po pra ta bëjnë protestuesit kemi kërkuar. Bëni një përfaqësi. Bëni një përfaqësi. Po kush do ta bëjë? Çfarë do bëhet? Po çfarë do bëjmë? Nëse keni kërkesa. Okej. Bujrom. Po prandaj po them kush është qëllimi? Fundi protestës. Kush është qëllimi? Do krijohet parti politike. Ne shkojmë në zgjedhje. Normale. Okej, shumë mirë. Po jam dakord. Po jam dakord. Po si arrihet kjo gjë? Sepse duhet të ketë një kjo arrihet. Ja, Arbër nisi me 4 pikat, po e lë ta vazhdoj dhe e marr. 20 po shko thuaj. Jo, shiko ka një gjë. Bie pika e parë, zë më marr të më qen pika e parë është kush? Piki Rama. Okej. Nuk e pranon Rama këtë. Dakor. Shkojmë te pikat e tjera. Anullimi i ligjit për investime strategjike që merret prona më një herë. Po dëgjova sikur do ndryshon deri. Anullimi i zonave i ligjit për zonat e mbrojtjes. Ka arsye të ndryshojë. Anullimi i paketës së maleve. Është dhe pjesa tjetër mos gaboj referendume. Pra 4 pika janë. Bëj këto 4 pika. Edhe po si po bëhe para ikin këto të tjera do. Jo, hiqe të parën. Ta thash unë, hiqe të parën. Dakor. Ta heqi të parën? E zëm. Po jo vetëm atë përtisni mo. Gjithë ditën edhe ti proteston, heqi të parën. Po jo atë përtisni mo gjithë ditën. Duhet jemi koshëm një gjë. Ndjesa, vetëm një gjë. Se do bien dakord këtu dhe do bëhemi. Do kuptojmë diçka. Nuk është sistemi individi. Do iki Rama një ditë ore. Po patjetër shkon po flas. Shiko kam bërë ca pyetje këtu edhe po flas që ti marrim me radhë gjëra ta bëjmë në formë diskutimi. Ka një gjë. Ka në një pikë që nuk është normale për zotin Rama të japi justifikim. Që do thotë, në Shtetet Bashkuara të Amerikës një president rri 8 vite dhe quhet epoka Reagan me 8 vite. Bill Clinton 8 vite u quajt epoka Bill Clinton me 8 vite. Po shkon 16 vjet, janë kush e ndan këtë? Kush e ndan? Pra, nuk mundet, nuk po dakord, po sistemi. Jo pra, ka ndodhur dhe një diçka tjetër. Janë shumë 16 vjet që ti thuash nuk e bëra dot, më falni, do ta bëj mandatin tjetër. Ujin, Vlora s'ka ujë, ka probleme me ujin, është zëni vlonjat. Unë kam gjyshin në Vlorë, ka momente që s'ka ujë. U qa tubacioni u sjellsi dhe u tha e ka bërë Saliu, po dakor me ka bërë Saliu, po ka 12-13 vjet që s'është më Saliu. Po, për këtë drejtë 8 vjet ka drejtë për zotri. 8 vjet janë shumë për një qeveri. Bazike. Janë shumë për një qeveri 8 vite. Dhe unë prandaj 16 vjet janë. Por këto probleme i dim gjithë se thuhen për ditën e gjitha studio televizive e dim. Angela Merkel ka ndër 16 vjet gati dhe
U quhet epokale dhe ka bërë ndryshim të jashtëzakonshëm në Gjermani. Po flet për Gjermaninë. Po flas për Gjermaninë, tani po krahasoj 16 vjeçarin me 16 vjeçarin. Po se nuk dua ta largoj nga pyetja për Thatcherin e tjerë. Nuk dua ta largoj ose laboristët në Britani. Tony Blair 4 mandate, largoi partia mandatin e 4. Erdhi Gordon Brown, shoku i tij ngushtë dhe më pas humbë zgjedhjet. Pra 16 vite duhet bësh një ndryshim epokal të tmerrshëm për vendin. Ka ndodhur, por nuk kam justifikime që të mos jetë programi i vitit 2013. Arsimi ka qenë 5% GDP-ja. Nuk është bërë. Arsimi shëndetësia ka qenë 5%. Nuk është bërë. Ska vesh gjaketën Arbi, unë e hoqa ti e veshe o burr me statistika. Ti po thua si të vi këtu dhe ti them çuna. Nuk bëhet kështu podcasti. Po si bëhet ajo? Nuk e di, po kështu nuk bëhet. Unë kam qenë te Zanafilla. Unë kam qenë gazetar që FSA ka qenë në opozitë. Jepet me vot mendimin e Republikës Parlamentare. Po unë kam qenë kur opozita ka qenë Zanafilla se si erdhi në pushtet Partia Socialiste. Po të dalin në zgjedhje me ndryshim të kodit elektoral. Dil në zgjedhje teston. Me ndryshim të kodit elektoral. Dhe si është bërë metamorfoza. Kur të vinë zgjedhjet teston në opozitë ka qenë si kanë ndryshuar kodin elektoral. Çoje kërkesën kur thua një nga këto kërkesa kemi edhe këtë. Alba po thotë ndryshimi i kodit elektoral. Si kërkesë. Ndryshimi i kodit elektoral është i domosdoshëm sepse çfarë bëjnë këta? Është kush janë këta moj Alba? Ne jemi shqiptarë gjithë. Jo qeveria janë të gjitha forcat politike në këtë vend, në gjithë këto vite demokraci, kanë ndërtuar dhe kanë ndryshuar sistemet elektorale. Patjetër. Pra ne prandaj jemi dhe në një proces, jemi në pra gjithë armiqtë popullit jemi. Tani jemi në një proces edhe aktualisht reforme zgjedhore. Na i kanë kërkuar institucionet e huaja, na i kanë kërkuar edhe më parë kemi bërë. Tani na i kanë kërkuar prapë. Jemi në këtë proces dhe ti çfarë the në drejtën tënde se nuk të kundërshtoj mendimin edhe pse s'bie dakord. Ti the institucionet nuk funksionojnë fare. Nuk është e vërtetë që nuk funksionojnë fare, sepse janë po nuk është ashtu, se janë të gjitha organizata ndërkombëtare, po një shtet që ka institucione disfunksionale nuk është në prag të hyrjes së Bashkimit Evropian. Besoj që këtë gjë nuk është se ne kemi hedhur sirën dhe atyre dhe i kemi habitur. Edhe Bullgaria është futur në Bashkimin Evropian dhe funksionimin e shtetit nuk e ka të mirë fare. Çfarë ka? Pse ka shtete perfekte, na thuaj një shtet perfekt që të vemi. Po na thuaj një shtet perfekt ku të vemi të jetojmë. Situata këtu se nuk është fare diskutimi. Alternativa më e mirë jemi se votën na i kanë dhënë për këtë gjë. Unë mendoj që këta dhe i referohem me këta qeverisë duhet ju çojnë ju në për debate. Sepse ju dini ta normalizoni. Ti Erion, se po dhe. Di ta normalizosh sepse njerëzit i acarojnë këta që çojnë dhe lehin edhe i mërzisin i thonë jo, kjo e zeza që thoni ju është e bardhë. E ti përpiqesh ta normalizosh dhe ta relativizosh dhe e bën shumë bukur dhe mua më pëlqen ti si politikan. Ta them. Problemi është që ka dhe një realitet. Edhe realiteti është që ne këtu nuk diskutojmë për protestën, që kjo protesta, ne po kërkojmë ka Fukuyama këtë, çfarë do të thotë prosperiteti i një shteti, ta çosh në Danimark. Pra, është ideja që si arrihet një shtet perfekt, perfeksioni, marrim Danimarkën dhe ai shpjegon në detaje që në fakt e kemi të pamundur, ne mund të shpjegojmë faktor, por e kemi të pamundur të shpjegojmë nga A-ja në Z se si shkojmë te Danimarka. Pra, ne do të mbetemi Ballkan. Problemi është, ta mbaroj se më ikëm pastaj. Patjetër. Problemi është, ne si Ballkan, a mundemi të paktën mos kemi inkriminim të këtij stadi, mungesë llogaridhënie të këtij niveli, por të kemi më tepër normalitet? Pra, do të jemi në imperfeksion. Patjetër, sepse jemi edhe vend ballkanik dhe kemi të tjera rrethana. Por jo me këtë nivel ngërçi, jo me këtë nivel absolutizmi pushteti, sepse ka ardhur një pikë dhe prandaj ju shikoni ka shumë mira njerëz në rrugë. Ka ardhur një pikë që është ngërç absolut, pra deri më sot ne menduam po ndodhin gjithë këto skandale, Balluku, Akshi, Dreqi, Shejtani, se tashni po ti përmend mbarojmë nesër, dhe menduam ndoshta shqiptarët duan autokraci. Kështu jemi. Autokraci demokratike quan, pra ti shkon në zgjedhje, por zgjedhjet nuk të vlen. Kuptuam me këtë protestë që shqiptarët pas ka dhe një mundësi tjetër shqiptare që nuk e do këtë. Alba, dhe janë shumë. Ti the disa herë pushteti. Mos harro që kemi 3 pushtete në Shqipëri. Nëse e ke vetëm me atë ekzekutiv, thuaje, sepse pastaj është ai legjislativ, është ai gjyqësor. Pjesa më e madhe këtyre që the janë pushteti gjyqësor. Po legjislativit si t'ja bëjmë ne me 83 plus 3 mandate plus ne nuk i gjetëm në rrugë ato. Na i dhanë qytetarët para një viti. Po këta qytetarë që janë rrugë sot, po çfarë ndodhi për një vit që ka mira qytetarë? Flet votimi në kuti. A na i dhanë qytetarët na?
para një viti. Jo, unë po të bëj një pyetje shumë të drejtë për drejtë. A na i dhanë qytetarët? Për çfarë na i dhanë? Për drejtuar cilët qytetarë? Qytetarët e Republikës së Shqipërisë. Cilët qytetarë? Ato në përçarqe që votojnë e para me këtë sistem elektoral që e keni bërë ju si doni vetë. Kush ju? Ju pra dy forcat më të mëdha jo forcë politike zonjë dhe hajde përballu ide. Po nuk të lë sistemi më Cili më sistem? Nuk të lë sistemi më kur jeni 200.000 sa jeni? E ke të pamundur. Sa jeni më zë? E ke të pamundur. Po një referendum me 50.000 firma. Deputet as në Kukës. Pse? As në A jeni shumë? Sepse rrethet klienteliste janë të tilla. Kur jeni shumë? Rrethet klienteliste ju njihni më mirë se unë. A jeni shumë? Janë të tilla. Qytetarët kur janë shumë, janë shumë. Po para, nuk janë shumë, po janë pak. Para nuk kemi. Para nuk kemi për rrjetet klienteliste në për dhe as duam ta bëjmë këtë kështu. Duam ta bëjmë me votë të pastër. Për sa kohë për mua. Duam ta bëjmë me votë të pastër. Për sa kohë për mua përfaqësoni opozitën e vërtet ju, se ju jeni opozita vërtet. Ne jemi qytetar. Opozita vërtet pra. Dhe shqyqy që kemi opozitë vërtet më në fund. Për sa kohë përfaqësoni opozitën e vërtet, kërkesat politike që kaluan nga gjithë filmi fantastiko shkencor që ne do ishnim pelikanët do vinin palestinezët. Fantastiko shkencor ishte kjo luftës hibride. Unë duhet ta bëj një film Netflix. Tani po të them një gjë që ta kesh të qartë dhe unë po ta them me çiltërsinë më të madhe. Janë shumë shtete, Alba, që nuk duan që ne të kemi këtë projekt. Dhe këtë nuk ta them unë, po këtë e kemi të qartë dhe e dim të gjithë ne. Por ti duhet ta dish që vendet që nuk e duan këtë zhvillim të ne, nuk e duan se e duan për vete. Dhe prandaj e kemi stërthën që këto shtete nuk janë shtete armike, po janë shtete që nuk e duan këtë zhvillim të ne. Kjo është e lufta hibride që pastaj u kalua në agent. Nuk tha njëri për agent këtu. Ne thamë që interesat e tyre këto shtete i kanë luajtur historikisht në vendin tonë, kanë ditur t'i luajnë dhe po i luajnë dhe tani. Por nëse ne e ndërtojmë pastaj iq pelikanët dhe vur palestinezët, kjo gjëja pastaj është e dëmshme për ne si shoqëri. Ama këto kërkesa që ju keni, dhe këto janë kërkesat që unë them urdhro shtrojeni dhe jepni si alternativë, kur keni kaluar në një kërkesë politike tashmë, krijoni për një parti politike, përballunin garë, kërkoni ndryshime elektorale, merrni pjesë tavolina dhe diskutime. Jemi të gjithë për këtë gjë. Kështu ka lidhje Ka dhe një problem tjetër që se duhet ta kuptoj kundra kësaj që po thotë Erioni. Që të ketë diskutim, sepse sigurisht duhet të ketë diskutim, jo, sigurisht që kërkesat duhet janë konkrete në mënyrë që gjithë ky vrull popullor të përkthehet në votë. Kjo do të ishte idealja. Problemi është ajo që thash unë, duhet të ndërrohet direkt kodi zgjedhor. Dhe nëse s'bëhet reformë territoriale, të paktën të ndryshojmë sistemin zgjedhor në mënyrë që të jetë barabartë për të gjithë partitë e reja që kanë dëshirë të futen në sistem. A duan partitë e reja këto përveç unë jam antar i Komisionit të Reformës Zgjedhore. Dhe prandaj duhet ta pyes si ndrohet. Po e përgatisin. Si bëhet reforma zgjedhore? Po patjetër duhet. Po përgatit kush? Një sekond. Po duhet të votuar. A pranoni ju? Një sekond. A pranoni ju ta votoni? A pranoni ju ta votoni ndryshimin? Po kemi prur gjë, ne s'kemi projekt, ju thoni shkatruat vendin. Tani ne të pranojmë reformë që s'e keni sjell akoma. Ta sillen pra, kjo është proces. Problemi është që duhet të ketë konsensus. Reforma nuk del nga sheshi. Reforma zgjedhore është proces, dhe është proces në një vend demokratik që zgjidhet në institucione demokratike. Pra patjetër, po ne e dimë se si e kemi në kuvendin e Shqipërisë. Dhe sot po diskutohet për konsensus. Pra, ju keni fuqinë plot të votës për ta bërë këtë ndryshim. A e pranoni apo jo? Patjetër duhet të dërgohet. Se nuk mund të dëgjojmë në shesh, ne duhet të dërgojmë protesta. Duhet ne po diskutojmë këtu. Të bëhet një përfaqësi. Duhet patjetër të dërgohet. Po ajo është e gatshme. A është e gatshme parlamenti? Po bëni një përfaqësi. Po hajde personalisht a e votoni ndryshimin. Sepse ju e dini që metodat që kemi sot, qoftë dhe metoda rrondit favorizojnë. Po prapë se nuk janë Këtu duhet të kemi konsensus. Nëse do një qëndrim të drejtë për drejtë politik, është ky. Unë jam shumë i bindur që çdo kërkesë qytetare legjitime që mund të vinë nga ju, patjetër që ne si forcë politike pranojmë ta dëgjojmë dhe të ulemi dhe të diskutojmë. Dhe e ka thënë kryeministri këtë gjë. Pastaj kërkesat e tjera që mund të vinë nga gjithë oportunistët e tjerë që unë nuk i përfundova dot se janë aq shumë, sa nuk i mbarova dot. Kërkesë shumë konkrete, është për përfutjen kur ju më thatë krijoni parti, që partia të vlejë dhe të mund të përballet, duhet të ketë kushte barabarta. Ju pra mund të krijojmë kushte të barabarta, në të drejtën tuaj, ju thoni që jemi shumë. Shumë mirë më që jemi shumë, se nuk ka se jemi gjithë shqiptarë këtu që kërkojnë zhvillimin e vendit. Votën në mënyra të ndryshme. Si ta konvertojnë votën? Si ta konvertojnë votën? Kur je shumë, nuk të konvertohet vota. Ke metoda, për shembull kjo, se s'po them që në Shqipëri ndodh gerrymandering, se mos futemi në detaje, nuk janë rrethina territoriale të bëra posaçërisht, kemi klientelizëm për rrethinat. Por, për shembull, qoftë metoda e Ondit, që është
totalisht legjitime, është ligjore. Dhe metodën jep kuota partive më të mëdha. Për ne onda të çfarë është? A mund ta ndryshojmë? Është sistemi zgjedhor i cili bën që partitë kryesore, partitë më të mëdha, 2 partitë në fund të marrin numrin më të madh të votave. Si kalkulohet? Shtoj kësaj që është zgjidhje, pra kjo nuk është jo ligjore. Shtoj kësaj faktin që ne i njohim informalitetet që ndodhen në Shqipëri nëpër zona ku partitë e vogla nuk mund të jenë sepse janë sisteme të ndërtuara prej shumë vitesh, ka disa dekada. Pra shumë e padrejtë, i themi partive të vogla, shiko, ti Shumë tani nga kjo bisedë unë kuptoj këtë që jeni duke shkuar tek ndërtimi i një partie, apo jo? Jo, siç e shikoni situata sot, është një moment historik lëvizje dhe gjithë diskutimi është. Gjithë ky diskutimi është nuk po na lën që të futemi në parlament sepse duhet të ndryshoni kodin zgjedhor që krijojmë një diskutimet janë a mund të krijojmë parti, a mundet vetëm të flasin për kërkesa, pra të ketë disa vullnetar qytetar përfaqësues të cilët të dalin me kërkesa. Këto janë diskutime për rrethana. Po ka dhe diçka tjetër që duhet ta them. Sigurisht që s'është ndarë, jemi këtu. E di pse s'është ndarë kjo Alba për mendimin tim, më fal shumë që të ndërpres, sepse në momentin që ju do të diskutoni këto, do dalin të gjithë oportunistët dhe ju nuk do ju lënë që ta bëni këtë, se janë aq shumë saqë gjithë secili ka kërkesat e veta. Aty ke një personazhi që do kërkojë njëri do një gjë, njëri do ujë, njëri do zjarr. Shiko. E kuptoni këtë gjë dhe prandaj po them, në momentin që ju do të gjeni një grup përfaqësues që ka disa kërkesa, qeveria që përfaqëson shqiptarët është aty, mu përballë ku ju protestoni në drejtën tuaj, urdhroni dhe shfaqini këto kërkesa dhe hajde ulemi të diskutojmë. Shumë e thjeshtë. Ka edhe një problem tjetër. Nuk është e thjeshtë që mobilizimi qytetar me mira veta të gjejë një përfaqësi kur kjo përfaqësi nuk ekziston, pra komplikimi është shumë i madh dhe të shtohet diçka, është fakti që vërtet ka disa rryma që mund ta cënojnë këtë lëvizje që është e pastër. Pra midis ruajtjes lëvizjes dhe përpjekjes legjitime për të bërë diçka të saktë. Kush janë këto rryma? Në fund të shkruar. Siguroj që edhe ne kemi të njëjtat qëllime. Të tipit. Po të tipit të gjitha tipeve, njerëz që duan të lëndojnë protestën, patjetër. Po, po, është normale. Dhe ka dhe një gjë tjetër, ka dhe një pikë të fundit, që është shumë e vështirë të legjitimohet fjala e përfaqësuesve të qeverisë, kur ju dëgjoni narrativa nga më të ndryshmet. Narrativa nga më të ndryshmet, pra po të shikoni është midis narrativat që kemi dëgjuar, kemi këtë luftën hibride njërë. Pse s'ka interesa Greqia që mos bëhet ky projekt? Kemi këtë luftën hibride, kemi këto armiqt më të ndryshme që po prisnin këtë projekte në Zvërnet sepse janë të zgjuar. Po pra, këta që nuk e duan të ne investim. Tyre që u rrezikohej gjithë turizmi nga jona. 30% GDP-s tonë. Por janë edhe demokratët, ata e kanë bërë të gjithën sepse ata nuk kanë hallin e parave, po këta kanë hallin e politikës vet. Cilët janë? Okej. Si janë? Pra unë nuk kuptoj cila është narrativa sepse ne janë prezantuar 10 narrativa. Ne nuk po na thoni gjë akoma, sepse ju jeni në drejtën tuaj po protestoni, por kërkesat që keni janë, unë dëgjoj 50 kërkesa në ditë. Tani unë dua të di ku shkojnë. Qytetar ka jo 50. Ku e çojnë lëvizja? A do ketë një emër kjo lëvizja, do të ketë një parti me këtë emër? Unë mendoj që vërtet duhet të ketë disa njerëz, dhe mendoj ata që janë qoftë apolitik, sepse protesta kërkon njerëz që janë apolitik. Unë mendoj edhe personazhe të cilët kanë qenë në politik, qoftë të majt, qoftë të djathtë, por janë distancuar nga ky lloj inkriminimi dhe kanë ruajtur dinjitetin e tyre dhe ka të tillë, janë të rrallë, po ka të tillë, duhet në këtë moment të step up, të dalin dhe të japin drejtim situatës. Të lënë me oportunistë. Është me rëndësi, të lënë shumë veta. Ta mbysin mendin ata me zikolën mikrofonit. Jo të lënë ty të thuash fjalën. Po jo, zotërisë, është e vështirë që ata të mbrojnë pra ka edhe shumë njerëz që përpiqen ta mbrojnë protestën dhe në këtë ka dhe padrejtësi të vogël. Ka dhe njerëz të tillë, ka dhe njerëz që duan ta mbrojnë, unë shoh për shumë rrjetet sociale bëjnë me shpirti, ke parasysh? Ka idealizëm. Po, ka idealizëm. Janë ajo kategori e parë që më thon se njerëz të denjë me drejtë të tyre për bashkë. Është madhështore, po është e prish. Që duan të prisin janë ata, po ka dhe nga ata që besojnë vërtet plakot. Unë shikoj në video shumë. Që ka rryma që po i përdorin. Do të them mua këtu do mbi të kesh. Një pyetje që do ata pikërisht prandaj bëruan, prandaj nuk kalon mikrofone që të mos përdor. Historia botërore ka treguar që një revolucion është i vlefshëm. Dhe një gjë, më fal, fjala revolucion
E di nga vjen. Pikërisht pra revolucion është fjalë e rëndë shumë. Po pikërisht pra. Revolucionet kështu vinë në emër të paqes. Prandaj po të them. Po di çfarë si brapa revolucioni ishte edhe ai 45-ën. Pikërisht pra. Revolucion, fjala revolucion. Sa herë ka ardhur revolucioni sa Kjo varet, protesta është totalisht Jo, revolucioni Flamingos tani. Revolucioni sa herë ka ardhur dhe ka qenë i dobishëm për kombet që ka qenë për shembull. Në Tunizi për shembull. Përveç Tunizis, rasti Tunizis, po. Një rast që inicimi i pranverës arabe. Po. Ose Egjipti. E ke parasysh Po morën raste Tunizinë. Si doli në Kairo që folja ai apo? Kur kanë ndodhur? Për shembull, rasti se ta kujtojmë një çik ta pranvera arabe. Fillojmë atë të shkretin që i vuri flakëve të vet nga tmerri madh dhe fakti që situata ishte e pa ne kemi protestë qytetare, është protesta me europiane që është shumë e bukur. Të mos kthehet në mosbindje civile. Ky është problemi. Në Portugali kuptim të mos kthehet. Në Portugali ka filluar revolucioni me një lule. Ka arsye. Ka filluar por ka ndodhur revolucioni në përgjithësi. Mund të ketë. Ka ndodhur në përgjithësi historia botërore. Ja ta mbaroj pak. Vajti dhe vuri një lule të tyta e ushtarit. No, ajo ka thënë me një krim. Ai që ishte diktatori i Portugalisë, ushtarët kthyen anë dhe u rrëzuan. Thuati se politikanët u rrëzuan me një lule? Erdhi për mirë. Jo, simbolika. Një sekond, sepse ka ndodhur lule. Sugjeroj ta bësh një ekspozitë për revolucion. Ne kemi logo, sepse dua ta kuptoj nga lule ne kemi logo, çfarë lule? Ne kemi lule në logo. Në logo. Ajo lule na ka marrë në qafë. Ajo lule sot ka 35 vite histori, historinë e vet, po historinë edhe të politikës në Shqipëri. Si thaj, riorime. Po pse ma nxorët në revolucioni, por se ishte tepër shumë bukur. Sepse ka ndodhur që revolucion për shkak janë ngrit kombe popull të tërë, janë ngritur revolucion dhe pasi e kanë bërë revolucionin ka ardhur po e njëjta gjë ose edhe më keq, sepse kanë dalë koka që thonë po ne për të luftuar, kupton? Ka patur ndryshime epokale. Ka ndodhur historia botërore ka treguar. Çfarë ka ndodhur? Po ne presim, ky është ndryshimi i madh, kthesa e madhe dhe unë kam quajtur shumë shpesh fundi i tranzicionit, është që ne kemi funksionuar deri më sot me kult individit. Okej, me kult individit. Pra, ky i madhi. Po. Tani kemi ardhur në stadin që nuk është puna kush do na vijë, do na ndriçojë. Jo thjesht do të largoni këto pak se ka kushtet. Ne nuk duam të vi njërit na ndriçojë. Edhe këta për mua të mos rrinë se i kemi parë çka bërë deri më sot dhe por të rrinë të paktën në koalicion, pra të dobësohet pushteti në mënyrë që të mos jenë të gjithë fuqishëm. Ja kuptoj. Bëuni ju shumë. Hajdeni. Bëuni shumë. Po mira, mund të vi, Alba, një sekondë. Mund të vi revolucioni. Më lejo të them diçka për revolucionin. Revolucioni i fundit që ka ndodhur, revolucion elektoral, jo revolucion paqësor ose revolucion paqësor, ka ndodhur në Ukrainë. Dhe revolucioni që ndodhi në Ukrainë ishte revolucioni portokalli, ishte partia pro-ruse, e cila nuk miratonte marrëveshjen stabilizim asocimi që të vinin pushtet që të Ukraina ta afrojë më shumë Bashkimin Evropian. Dhe pati një revolucion paqësor. Mejdan në qendër të Kievit. Dhe pati një revolucion paqësor, pati disa momente tensioni dhe gjithçka erdhi për mirë. Nëse vim pastaj në rajonin e Ballkanit, ka një situatë Aleksis Tsipras. Pra ishte një parti politike sapo krijuar me Syrizën, revolucione politike situatë Po pra, mund të gjë gjithmonë parti këtu në mes. Pra ne po pjesa ka një parti more. Brenda sistemit do veprosh. Në fund po pra, do të thënë që do krijohet një parti. Unë besoj. Se dim, po mirë do ishte Unë mendoj që po do krijohet dhe duhet të krijohet. Po pra, edhe 5 parti të krijohen, jo një. E kupton. Po pra, unë prandaj ishte se të gjitha këto që po thua, gjitha këto alternativa. Është vetëm një formë. Okej, ti do shkosh me një parti, një lëvizje. Për sa kohë ata kanë mundësinë të votojnë në mënyrë të barabartë, me një sistem që i lejon këto parti pra të marrin terren dhe karrige e mandate në parlament për sa kohë votohen.
Kjo patjetër që bën që ata të mos instrumentalizohen, sepse njerëzit si nuk po instrumentalizohen, nuk instrumentalizohen kur pushteti nuk është absolut, pra mos ta ketë më një njeri në dorë, se nga kjo kulturë e njishit provuar. Ja, vetëm një gjë për kultin e individit. Kulti i individit po them. Fatkeqësisht të gjitha gjërat këtu trajtohen sikur I kemi shpikur ne. Kultin e individit, vende të Ballkanit, siç jemi dhe ne, po dhe vende të tjera, por kryesisht vendet e Ballkanit e kanë të hershëm. Ju e dini shumë mirë që ne kur flasim për një periudhë caktuar kohore, ç'a themi? Në kohën e Skënderbeut, në kohën e Zogut. Ky kulti I individit nuk u shpik dje tani, mos ja kaloni në qafë të gjitha këtij zotrisë që po drejton vendin, sepse kultin e individit shqiptarët e kanë pas si shumë vende të tjera kanë pas të hershëm. Sot ti ke një sistem demokratik ku vendos me votë qytetari. Tani, nëse s'ju pëlqen sistemi dhe jeni për të ndruar sistemin, ka vetëm një formë dhe bëhet në formë ligjore. Bëhen propozime, kryhen parti politike, I bind njerëzit japin votën, merr përfaqësuesit e tu, shko aty ndroje. Kjo është vetëm një mënyrë. S'ka tjetër mënyrë. Cila tjetër revolucioni është ku ka ndodhur revolucioni? Nuk ka? Duhet që sistemi elektoral ta lejojë. Çfarë nuk lejon? Ta di. Çfarë nuk të lejon, më fal? Ja. Çfarë nuk të lejon se unë jam. Si keni parë disbalancat në përqindje se sa deputet merr me 8% një parti e vogël, po themi në Mirdit, dhe sa merr Partia Socialiste me 20%, me 25%. Po ju jeni shumë, si. Ju jeni shumë, pse I trëmbesh kësaj gjëje ti? Po më një sekond, ju patët lëvizjen e dhjetorit, zgjedhjet I fitoi prapë Ramizalia kur dolëm, tani ne e dim se si funksionon kjo histori. Të lutem, edhe shqiptarët e dinë shumë mirë. Ne bojmë Bashkimin Evropian. Dhe nëse ju doni të krijoni një parti, hajdeni në 2029-ën. Jo, më ne nuk duam të krijojmë parti. Partia është një mënyrë apo partit janë mënyra që ne diskutojmë, janë mënyra që ne diskutojmë që të mos jetë më kjo autokraci, këtë kërkojnë që të normalizohet shteti. Krijo një grup përfaqësues, shko aty diskuto me kryeministin që I kanë dhënë mandatin. Ka diçka që duhet jemi të sinqertë dhe t'i themi siç janë, ta themi të plot. Pavarësisht se ajo është një lëvizje që nuk dihet ende do bëhet një parti ose jo, kërkesat janë të drejta. Kërkesa për një arsim të mirë pse duhet të jetë një parti politike që ta ndryshojë. Kërkesa për një shëndetësi të mirë. Qëllimi 4 pika është. Po ta përjashtova pjesën që Rama jep dorëheqjen, nuk e jep dorëheqjen. 4 pikat e tjera, pse nuk I diskuton? Pra fakti që ti me këtë diskutojmë sa I ftoi. Po s'ka nevojë të diskutojmë me vetët, more. Ore, paketën e male për ditë. Ai thot anulloje paketën e male. Po pse ti hajde më mbush mendjen, më dil. Çfarë mbrojmë, ai kemi mbrojtur. Pra ti dile dhe mbroje ose dile dhe thuaj ka një gjë që është bërë gabim. Ore më fal. Në këto 13 vite, a është bërë një gjë gabim? Se I dëgjoj nga Partia Socialiste. Po çfarë? Po. Gjëra që duheshin bërë më mirë. Ne nuk jemi perfekt. Gjëra që duhen bërë më mirë, punë të mira, nuk diskutohet. Qytetet, për shembull për mua ajo që lidhet me 100 fshatrat dhe qytetet, pra rilindja urbane ka dhënë një impakt pozitiv në çdo cep të Shqipërisë. E ka dhënë, nuk po them gjë. Puna është që në 16 vjet sa po shkon që do rish në pushtet, disa gjëra që ti ke premtuar nuk ka më justifikim. Ore kush ishte opsion më I mirë se ky o burr? Kush ishte opsion më I mirë se Rama? Ore s'po themi kush do të ishte qeverisë? Jo, po nuk është kishte qeverisë surtovën për 16 vite. Fakti që ti nuk e patur një alternativë të mirë përballë, kjo nuk do thotë që ti nuk duhet I bësh ato që ke premtuar 100%. Ore nuk e diskutojmë që nuk janë bërë ato 100%. Të jap një mendim personal. Të jap një mendim personal, e kam diçka të jetuar vetë në lëkurë. Përpara se të hyja në politik. Dhe këtë e kam thënë edhe herë tjera. Përpara se të hyja në politik, kishte shumë raste, edhe pse unë kam qenë gjithmonë I majt. Kishte shumë raste kur thosha, po këta tani këtë gjë pse nuk po e bëjnë, ose pse po e bëjnë kështu. Edhe këtë pyetje ta bëjnë ose jam shumë kurioz. Ose nuk duan, ose nuk din. Sot jam vetë pjesë politikë bërës në këtë vend dhe po të them që është një ndër mësimet që kam dhënë në jetë që nuk është fare e lehtë, është shumë e vështirë dhe janë të paktë ata që të kuptojnë që të bësh politikë sot dhe të kesh ide të qarta dhe të punosh fort për të zhvilluar vendin, duhet një punje jashtëzakonshme, duhet vite, duhet punë dhe po e bëjmë. Nuk është e lehtë as media. Patjetër në asnjë fushë të jetës, por në politikë ti ke vendimarrje për të ardhmen e qytetarëve tu që kanë besuar me votë. S'kan çat na japin mënë qytetar. Po fakti që s'ke pozitë të mirë, nuk do të thotë që të kesh mos kesh një performancë. Jo, shiko. Unë e thash këtë, më fal edhe një batutë fundit. Unë e thash këtë. Unë jam I besimit që një vend duhet ketë një opozitë fort që të jetë shumë funksional.
Ne Pse ka? nuk kemi patur një opozitë Pse fortë. ka për Ama, moment? Në këtë rast kjo është një opozitë qytetare që mund Tani të sjellë po do. përmirësime, Shiko. ti sjelli, të bëj një grup, Unë do të të flas- diskutojmë unë edhe do ne të punojmë flas- më Kjo fort është një shtetë si opozitë përpara. vërtet do të Nëse qojmë. ka Unë do të flas alternativë me tjetër, emra. të krijojmë parti Ore, politike të dalë në Kemi zgjedhje. ardhur në një pikë që janë ministra anonim. Pra një super projekt, mega projekti që është mega projekti i Zvërnecit. A mund të thot dikush ministri i mjedisit çfarë bën në të jetë? Ka dhënë një Po ministrat s'din ta mbrojnë, nuk dalin Po, në për e studio se kupton? s'din për çat flasin. Po ja pra ky është problemi. Thonë qartësisht s'kam çat Ka flas. ministri Po pse i mjedisit Delerioni janë për brojnë. shembull? Nuk janë në Po dieni Erioni të pse- gjërave Ja, të ky veta. është, Po sepse- Erioni pse Ja pra, E funksional. pse mos jetë, ja ta bëjmë Po ndryshe sepse Erioni diskutimin. di të flas, më është Pse ndërsa mos jetë fakti që Erioni arrin të ministër? flas, të thotë dy fjalë, Tani, pse mos ta jetë- zbuzë dhe ta Po. relativizoj se vetëm këtë mund bësh në këtë Pse mos situatë. jetë Është të Erioni mbrosh të ministër, më fal pambrojtshme. pak. Pse mos jetë Erioni ministër, po të jetë një anonim ministër mjedisi që nuk ja di emrin asnjë as kurkushi. Nuk ka bërë një betejë në jetën e tij. Dhe zoti Rama se kjo pra është arroganca që tallet edhe me socialistët. Zoti Rama tha kur e zgjodhi, është një jurist shumë i apasionuar për mjedisin. E kupton sa kontradikte Po se bëjë. di kush është. Të lutem Arbër, unë Po, Do është të një- kemi ide, Po, mos e kemi emrin, s'ka problem se mi që s'do të dihet. Jo, Me po shaka. s'di asnjë emër. Po, edhe s'ka dini. Ministrat e qeverisë sot Sa janë shumë herë- teknik se cilin Këto Që e nuk ministri ka në sepse mjedis, proceset që ne kemi nga- Ma në thirr Bashkimin pak Evropian kanë nevojë për ministra teknik. Sofian se si e ka. Ministri është Sofjan Eubaj. Sofian Eubaj. Tani ure. ministrat janë teknik, sidomos teknik për faktin Zgjo. se ne jemi në një proces Mos vlika teknik, siç është ai integrim në Bashkimin Evropian. Pra nuk duhen lafolog. Jo, pa ka Duhet dalë më teknik. shumë. Malinda Rruga ka Dhe bajtur shumë ministri në fjalë, konferenca, në deklarata. Po teknikë ministri të në jenë, po fjalë. problemi është që po, po. shpeshherë nuk janë në dieni Ja të të them diçka ngjarjeve. tjetër, të lutem. Të Po, ai lutem, të është. lutem, të lutem. Prit, Tani ka qenë zëvendës ministër më përpara, mos gaboj dhe Se do e njeh duket shumë ty mirë që fushën. bre, Tani, jo, po se tani po e shikoj për të themi fare fytyrë gjërat duket. siç janë të sakta. Tani në këtë proces që ne jemi, edhe në rastin e ministrit me qenë se e përmendët, po ju them që ministri para pak ditësh ka patur komunikim zyrtar online, mbledhje online me përfaqësuesit e Bashkimit të Qeverisë, ku ka dhënë gjithë sqarimet e duhura ndaj Bashkimit S'ka Evropian për bërë një pyetjet që konferencë kanë për patur. mediat në miku im. Është tjetër S'ka gjë dalë kjo. me gazetarë, Tani- s'ka bërë llogaridhënie serioze. Llogaridhënia është tjetër serioze gjë, është të unë po dalësh them- këtu dhe ta mbrosh projektin. S'ka Është i projekt mirë, akoma. Është i keq. S'ka projekt çfarë do mbrojë. Si do jetë projekti? Si Po, duhet do të jetë? dali, patjetër që do dali, Cilat nuk janë patjetër. kufisi i turizmit. Ore ka ministri i turizmit ka folur për këtë mega projekt. Si ka mundsi nuk flasim? Ministri i ekonomisë dhe i financave a do flasi? Janë 4 miliardë dollar zotri. Ku janë ta njerëz pse nuk flasin? Dgjoj, ne thelbin e dim të gjithë. E dim të gjithë. Shkojnë te thelbi. Duash të krimi i partisë politike do Ka shkosh. një gjë. Po pra unë këtë dua të di. Fakti që nuk e ke një, fakti që nuk e ke një opozitë të fortë. Fakti që nuk e ke një Po krijohet opozitë opozita domethënë, ende, të po më thua ti. Ende nuk do thotë që ti duhet të bësh gabime kaq ose të kesh të arrogancë kaq flagrante. Ore e kuptoj, lera arrogante të gjitha këto i kuptojnë. Po, unë dua të di për këtë. Unë uroj dhe besoj që të kthehet në një lëvizje qytetare, por po të bëj një parashikim. Është lëvizje qytetare. Por uron që të kthehet në një lëvizje politike. Politike brenda kornizës. A do ta ligjore. çojë Alba këtë Dhe po lëvizje të bëj- politike Më apo? fal ta mbaroj, do bëj një parashikim. Çfarë të bëjnë lëvizjes politike? Një parashikim të fortë. Kjo lëvizje qytetare që po kthyen lëvizje Unë protestën po politike mbështet. ka për të dhënë një goditje të fortë dhe PD-s dhe PS-s në zgjedhjet lokale. Më e pakta. E ke bas publike që po them. Okej. Më e pakta ka për të dhënë një goditje shumë të fortë. Si në Këshillin Bashkiak, po besoj edhe për kryetarin e bashkisë në 2027 që është shumë afër betejë. Gjë do të thotë ata do të nxjerrin kandidatët e tyre apo? Unë besoj që do Dhe kjo do do jenë të ishte kandidatin e tyre. fitoria dhe kjo do të ishte fitoria e protestës, do të Okej. ishte që Jemi një parti këto politike. dy parti të mëdha, dhe sigurisht më e kryesorja është qeveria sepse ata e kanë në dorë prej kaq shumë kohësh, të marrin një goditje reale në mënyrë që të jenë të detyruar të japin llogari. te kjo lëvizje nëse do krijohet një parti politike nga Se ky vetëm grup pesë kryesie parti. që the që janë gati 50 veta, 40 veta? 40. Unë shikoj protestën dhe që Sepse moment të pash në emision politik të Blendi dhe më duke e informuar, e artikuluar dhe them pse jo që figura si puna juaj sepse politika mund të është dalin Të promovohen. të promovohen, të dalin në shëshbetej. Po ti më njerëz qytetar duan e sot pa tjetër, rëndësishme pra. është që njerëzit të flasin. Pra unë fola sepse Pikërisht, kisha pra. mendova që kjo Pra protestë ndajnë e donin ka që ti nevojë kishe për këtu, mbështetje dhe njerëzit duhet të Pikërisht, flasin me zë, pikërisht, me figurë, pikërisht. është politikbërje edhe kjo. Pikërisht. A e se veten, a do Unë ishe jetoj pjesë? Unë jetoj në Paris. Po pse ke ardhur? Ke ardhur vetëm për protestën? Kam marrë për protestën sepse duhet mbështetur protesta. Duhet si Po, mund i të Ke dalë- gjej. informacion të përgjithshëm mbi politikën, je Patjetër, formuar mbi këtë gjë se patjetër. duket E ke qef si gjë, nga Ka retorika. idealizëm, ka njerëz idealistë në këtë vend.
Ka një Po mirë, le ta thot, more, le ta thot, Nuk nuk është është. idealizëm. Shiko, Mos është ej, sa më pëlqen ti jam atje. Është një lloj formimi politik. Është patjetër sepse është interesi imi prej shumë kohe, por sot nuk jemi pra tek hyrja në politikë kush do të hyj. Sot është me rëndësi të madhe mendoj unë në këmbështrimin tim të përfshihen personazhe që mund të jenë edhe në moshë. Patjetër nëse ka një të ri që ndihet i aftë të dalë, por në mesomosh, njerëz që janë provuar nga jeta, qoftë janë dhe provuar nga politika, e përmenda dhe përsëris, por që kanë ruajtur dinjitetin e tyre, është moment që ata të dalin dhe ta shfrytëzojnë momentin jo negativisht, por të japin një alternativë, sepse s'jemi rast i izoluar, që rasti i Hungarisë. Nuk po jep një përgjigje Alba, nuk po jep një përgjigje. Në Hungari kishte parti politike. Vetë, shikon pjesë vetën tonë te kjo parti. Deri në Hungarinë mos e janë gjumë ata janë në rregull. Janë në Shqipëri më. Nuk e se vetëm pjesë të politikës. Nuk janë në Shqipëri, pjesë e politikës ndoshta mbas 10-20 vitash. Po të krijohet nesër një parti e tillë politike, nuk ma lejon jeta ime sot. Do kesh një që thot toka është e sheshtë, një që është kundra Izraelit, një që është kundra muslimanëve, një i komunitetit LGBTQ, një që mendon që këtu çdo gjë është mrapsh, një që mendon që duhet arsim. Kishin njerëz flamurin aty në sas. Tani, ato janë, shiko, prandaj thashun janë grupime që nuk i bëjnë nder protestës qytetare. Por protesta është qytetare, një pjesë e mirë dhe më vjen keq që është ndezur edhe nga ka patur dhe këtë e kemi thënë prap keq përdoret, ka patur dezinformim. Keni parë ju videot me AI në lungomare, turmat me njerëz duke ecur që i nxirrnin në rrjetet sociale në TikTok, turmat me njerëz në lungomare që protestonin. Çka mund të ndodhë me njerëzit turmat janë? Pamjet kanë shkuar deri në Astir. I ndoqja unë deri në një farpike, jo deri në Astir, nuk shkova, po i ndoq. Shumë që janë njerëz. Por me duke marrë dhe më e bukur ishte që i kishin vënë një kor që nuk dalloi mirë, por që kur e pyesi AI-n se ç'është ky kor, ishin tifozët e. Po ka përdorimet e AI në këtë protestë në stadium. Kemi kaluar domethënë në fantasi. Ka përdorimet e AI në protestë. Janë njerëz të thjeshtë si mund tani të marrë një foto të protestës edhe ta mbush me. Po pse kufiri Palestinë Izrael aty ajo që u distancuan me një organizator. Ishte rëndë. Po nuk ishte lidhje me protestën, pra nuk ka protesta fajse, unë nuk të thash, po janë elementët, më janë ata që grupazhi janë oportunistët. Sa, okay, unë do të fshi. Duan like, se dua ta diskutoj çik këtë. Çfarë hormuzit thanë. Po. Bëza krahasim ç'ndishme. Ka një sugjerim në këtë moment, sepse është moment kritik politik, domethënë ata që vërtet e duan politikën ju ma drejtuat mua, po unë po ja drejtoj atyre. Edhe ja drejtoj edhe Partisë Socialiste në veçanti, sepse për shembull Peter Magyari në Hungari doli nga radhët e Partisë së Orbanit, që dikush që sakrifikoi, që ruajti dinjitetin e tij dhe kuptoi se mund të distancohej në kohën e duhur dhe të tregonte. Dhe ju deshën 3 vite. Prandaj e qoftë edhe në rangjet e Partisë Socialiste, ata që vërtet ndjejnë se nuk janë pjesë e gjithë inkriminimit, duhet të dalin dhe të marrin shembull nga Peter Magyari. Ja ta marrin faktin. Erioni është fantastik. Shko çovi po rekrutojnë ore, ka filluar rekrut. Tani, ezëm se. Sekretari i grupit parlamentar PS. Ezëm se për shembull, hipotetikisht, se Damian Gjiknuri vjen me ju aty. E pranoni? Shiko, unë do të thaj një emër tjetër. Jo, është fiks ky, mo. Ka filtr. Ka filtr. Filtri është jo probleme me drejtsinë. A? Dhe ai jemi është jo probleme me drejtsinë. Kjo është vërtet. Dhe unë e thash jo. Peter Magyari me që e morët shembull, ishte eurodeputet. Edhe kishte vite që jo ishte ambasador. Ka qenë ambasador në Bruksel. Jo eurodeputet. Ja më nga që në eurodeputet. Okej. Por ama do të them këtë që kishte vite që propozon. Damiani se pranojnë. Kanë çudi se vërtet ai doli nga atë radhë, po ç'a bëri? Krijoi parti më vete apo mori parti? Dhe ju desh 3 vite. Dhe ju desh 3 vite. Doli nga partia dhe krijoi një parti. Po pra, po dikush që një sistemin pra, që është brenda pra. Prandaj unë i bëj thirrje Partisë Socialiste, ju që nuk jeni ndotur, jepini. Po që mundon si që nuk është prandaj jemi në Partisë Socialiste, mos e jemi ka qenë ish ministër që më pëlqen shumë, megjithëse unë vira e bankanti, thirrjet.
Ditmir Bushati. Ditmir Bushati. Ditmir Bushati. Ministri i jashtëm. Erion si ka qenë ministër i jashtëm, është distancuar nga çdo gjë e inkriminuar e këtij shteti. Dhe jemi me Smart Home Albania, kompania lider në treg që ty ta bën jetën më të lehtë. Pse? Sepse ti me anë të telefonit mund të kontrollosh shtëpinë dhe biznesin tënd, të ndezësh dritat i fikësh, ndezësh kondicionerin e shumë gjëra të tjera. Smart Home Albania, jeto më zgjuar. Jemi me Electro Magic. Çfarë s'kam thënë për Electro Magic? Edhe pse flas unë kaq mirë për Electro Magic, sepse e kam provuar vetë. Mjafton të shkosh në një nga showroomet Electro Magic dhe aty do gjesh brendet më të mira botërore si Miele, Hagen, Teka, KitchenAid dhe mund t'i provosh aty. Është një eksperiencë fantastike, mjafton të bësh vetëm një xhiro në showroom. Electro Magic, për jetë eksperiencë. Klinika Europiane e Syrit është klinika më e mirë në vend. Nëse ti ke një problem sa do të vogël me syrin tënd, një vizitë shumë e thjeshtë deri tek operacionet më të rënda për syt, mund t'i bëni te klinika Europiane e Syrit sepse me në krye doktor Kastriot Boriçin janë më të kualifikuarit në treg. E gjeni shumë kollaj, e gjeni te komuna e Parisit. Ndodh që ikin dritat. Po ndodh ore, se këtu jetojmë. Ç'a bëjmë ne? Marim telefon Eurocall Service. Pse? Sepse kanë generatorët më të mirë në treg, ku mbulojnë spitale, shkolla, shtëpi, biznese. Dhe ju nuk ngeleni pa energji, është shumë e thjeshtë. Kanë mbi 35 vite në treg. Eurocall Service, energji që nuk ndalet. Me Simac Albania, ke akses te të gjitha makinerit më të mira në treg të përpunimit të metalit, drurit, plastikës dhe ke liderat Europian që vinë në Shqipëri për gjithë ata që duan të hapin një fabrik të këtyre përmasave. Simac Albania, teknologjia që rrit prodhimin. Dhe që po thojë për Ditmirin. Po, është një opsion i dikujt që nuk është distancuar nga kjo. Gjithatë e njeh sistemin, si të tillën mund të ketë të tjerë majtas, të tjerë djathtas, ndoshta të tjerë që kanë qenë të një epoke krejt tjetër dhe kemi profile, nuk kemi, pra nuk është ata për shembull të protestat sepse përpiqen ta ruajnë dhe unë i mirë kuptoj absolutisht thonë të apolitizuar totalisht. Unë nuk e di sa të tillë kemi në Shqipëri, ndoshta s'kemi shumë. Dhe që të jenë të kenë aftësitë e duhura. Pra, po e marr si rast, nuk jemi të izoluar. Ka ndodhur në Hungari, nuk ndodh me këtu. Qëllimi është ky apo? Të them vetëm qëllimi është të normalizojmë situatën. Ne po flasim këtu me një situatë gati surreale, se unë asnjë gjë nga këto nuk i kam dëgjuar në shesh. Keni dëgjuar ju në shesh? Ej, do prien gjitha këto, do prien këto. Jo, mo jo. I ka thënë njëri, njëri në shesh këto. I ka thënë njëri në shesh këto që po thjon këtu. Çfarë thuhet në shesh? Po sheshi pak kënaqësi thot. Po dakord, pra çfarë thuhet? 5 pikat janë. Po çfarë thuhet? Që të them dhe diçka tjetër, unë do doja shumë se disa nga njerëzit ne ftonim këtu në studio, disa nga organizatorët që të diskutojë, sepse mendoj se diskutimi është do bëje sepse pa diskutim nuk ka, se një kategori e fundit e oportunistëve që po ta them unë këtu është fakti që aty ka edhe një kategori rrugaçanësh që unë kisha parë pleq të mallkojnë, po që të mallkojnë të rinj unë s'kisha parë ndonjëherë. Na kanë mallkuar në rrjetet sociale në një gjuhë rrjedhje që nuk përshtatet fare me realitetin. Tani jam mund se s'bie dakord me. Po kjo nuk i përfaqëson gjithë ata njerëz, po nuk janë të gjithë ata. Nuk janë janë një pjesë, nuk si mund t'i përfaqësojnë njerëzit qytetar këta, nuk i përfaqësojnë fare, po janë pjesë më fatkeqësisht, janë pjesë dhe janë një pjesë e madhe. Hapi rrjetet sociale, hapi një inboxet tuaja, aty te request, shikoni çfarë do gjeni. Ne zonë si shikoj fare. Kjo është diçka që nuk i bën fare der protestës qytetare. Janë shumë. Po nëse ka dhe ata njerëz që janë pjesë e protestës, plako që kur i dëgjojnë tamam edhe nuk ecin kështu si shiko, me agresivitet. Me agresivitet nuk thuhet gjë dhe revolucion
Revolucion, nuk çon gjikundi, sepse është një gjuhë të mërshme urrëtie dhe kemi dëgjuar aty lloj-lloj shprehjesh, ndërkohë që kemi dëgjuar dhe njerëz apo kemi parë njerëz me fëmijë që janë aty për fëmijët e tyre. Na thuash ne tradhtare me radhë, kur unë në këtë vend kam vendosur të jetoj, por rris fëmijët e mi, edhe kur ta kem dua të qëndroj derisa të kem jetë në këtë vend. Unë nuk e di se ku e gjenë sensin, domethënë të dua unë si deputet të shkatroj vendin ku po rris fëmijët e mi, apo të lejoj çmendurira në vendin ku po rris fëmijët e mi. Po një vit, po ja po ta them qendrimin tim. Po ta them pikërisht qendrimin tim. Kam një vit që kam ardhur, unë vi komplet nga bota akademike dhe po them realisht, jo përgjigjes, po kam dalë ditën e tretë protestës në opinion. Po do vinë më zgjedhje. Po shiko, politika ka ardhur për mirësim në Shqipëri. Nëse unë do mendoja që ka ardhur, s'ka debate fare. Gjithë si shoqëri ambientalist, dhe më kanë thënë tekstualisht që kanë pasur edhe të emisioni i ri që ka kushtesh janë për të bërë një ambientalist. Dhe më kanë thënë tekstualisht. Do të duash. Më kanë thënë tekstualisht, ne kemi 3 vjet që merremi me zvërnesin, ne kemi denoncuar, kemi bërë protesta, nuk na ka marrë njëri. Po, sa keq plagë, si kanë bërë, shumë keq. U lidhën pa korrelacion faktorësh dhe shkaqesh dhe shpërtheu. Por është shumë mirë për ta qenë ambientalist, patjetër. Dhe gjithë secili që nuk ka mbajtur përgjegjësi për këtë gjë duhet mbajë përgjegjësi. Po se kanë ambientalist kërkon. Jo, se ka një problem kjo një sekondë. Ambientalist kanë drejt më nga kur kërkojnë në rregull. Kisha me zotëria në studio para ca ditësh në media. Ai zotëria ka një jetë që merret me këtë gjë dhe ka një jetë që kërkon njëta gjëra. Dhe ai ka kërkesa legjitime dhe ka gjithë të drejtën e Zotit të kërkojë llogari. Po tani qytetarët kanë të drejtë të kërkojnë llogari në çdo kohë. Po patjetër. Në çdo kohë. Po në fushat e caktuara të gjithë kanë drejtë të kërkojnë. Ky lloj diskursi qofti kryeministrit është tamam. Cili diskurs? Bëj si them unë, mos bëj si bëj unë. Nuk merremi me influencer. Ju e konsideroni normale që të flasin me që të ketë performancë për qytetarë të thjeshta si janë zgjedhur nga influencerat, as me njerëz se gjithë secili ka jetën e vet, dhe bën çfarë dojnë këtu. Se si pinë, se si flas politikisht, unë flas politikisht dhe nga ana qytetare. S'ka problem. Nuk kanë detyrim. Nuk ka ekosistenca ky pushtet lokale, qendrore, ç'të duash, dhe s'mban njëri përgjegjësi dhe ekosistencat do t'i gjente qytetarët. Duhet konstante gjë. Jo të shtunën që thotë këtë argument që thotë Alba tani nuk ka më justifikime nga ana e ekzekutivit, nga ana e Partisë Socialiste që ka kaq shumë vite në pushtet, një kryetar bashkie nuk e bën punën, ikën në shtëpi. Zotri, se ke kërkesë dëno me votë atë që nuk të pëlqen. Atë që nuk të pëlqen, shko dhe dënoje me votë. Nëse të pëlqen, jepi votën, vure drejtim. Unë do votoj kur të vi pjesa e Tiranës, por ka një gjë. Ajo që është e padrejtë. Po ti mund ta marrësh dhe pasaportizimin në Vlorë, se ti çefe ke. Po jetoj më shumë Tiranë, me gjithë kënaqësinë që kam kur ikim në Vlorë. Nxjerrja kryetares bashkisë. Po ta them edhe një herë, sepse kthehemi përsëri te projekti, nuk kam asnjë nacë se. Po pra për projektin, a do anulohet projekti si mendoni? Si mendoni? Kjo është pyetja. Po, a do anulohet projekti? Ajo që fshihet në të vërtetë nuk është pjesa që ka të bëjë me zvërnecin, edhe ajo është frika më e madhe që kanë lonjatët, ata që kanë informacion dhe janë turur të gjithë për të bler prona tek plazhi i vjetër, është pylli i Sodës, sepse ajo është një zonë fantastike për të bërë vila, për të bërë hotele, dhe unë jam i sigurt që pas zvërnecit, betejë më e madhe e ambientalistëve, po ndoshta edhe jona, ka për qenë pylli i Sodës. Do të thotë zvërneci do ndërtohet me këtë që the. Jo, unë jam do mendimin tim. Do ndërtohet po. Moratorium nga pylli i Sodës deri në Divjak. Sepse Shqipëria ka ndërtuar aq shumë dhe ka aq shumë banesa bosh, ka aq shumë pa kërkesa, ka aq shumë gjëra të pashitura pronë pashitura në Bregdet, sa nuk ka nevojë që çdo gjë që është e pastër dhe që është Bregdeti Adriatike ka pat pjesë dhe që është shumë natyrë e bukur, edhe atë mund ta kthesh në turizëm shumëcisor. Edhe Flamengot mund të jenë turizëm shumëcisor pa bërë vila dhe pa bërë hotele. Një moratorium 10 vjeçar, 15 vjeçar dhe për t'i thënë stop
kësaj industrie të turizmit e bazuar në beton për të glaburuar çdo zonë të bukur me pyje. Unë kam qenë te Guldevi e Vjosës. Po. Me qira fjalë, është një zonë shumë e bukur. Ka përmbytje çdo vit, po thjesht se pjesa e Novoselës. Po është një zonë aq e rrezikshme për të ndërtuar, sa shtrati i Vjosës dy herë ka ndruar pozicion në rrjedh. Dhe po ta shikosh, ata që kanë qenë atje, është një kull, është nga ana tjetër tani sepse rrjedha ka kaluar nga ana tjetër. Pra ka probleme në ndërtim dhe duhet i themi stop kësaj të betonit, miku im. Mirë, okay. Të glaburohesh çdo gjë hapë, bë villa, bë komplekse. Shumë mirë, domethënë ti thon nuk do bëhet. Jo, lere mendimin ton, ore. Lere mendimin ton. Okej. Un po them, un dua të di. Dua të di, sipas situatës, si po shkon situata, ti personalisht si mendon, a do të bëhet projekti apo do të anulohet? Kaq do. Unë them do anulohet. Jared Kushner do të rriqet. Rama do insistoj, po familja Trump do të rriqet sepse kjo po i kthehet në një barr të madhe. Okej. Dhe një barr e madhe e cila do japi një ndikim patjetër edhe në zgjedhjet e ardhshme që do kenë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që republikanët po ja u them që tani dhe që sipas gjitha sondazheve janë në humbje dhe është goditja më e madhe që do ketë Donald Trump. Edhe goditur në Shqipëri. Që nga rikthimi në president. Jo. Ai do goditet sepse familja e tij është duke bërë shumë biznes në presidencë. Ndërkohë familjet e tjera kanë bërë biznese, por nuk i kanë bërë kur kanë qenë presidencë. I kanë bërë mbrapa. Okej. Po bëjmë biznes me çdo gjë. Si mendoj unë, e para një mos e quani projekt se s'ka projekt, investimi, thoni. Do anulohet investimi. Projekt ideja. Po. Nuk ka asnjë arsye pse të anullohet projekt ideja. Nga fjalët që ti aty ti brenda PS-s. Po them dhe pse, të jemi të qartë, sepse zona për cilën po flitet lejon investim dhe ndërtim, është zonë private dhe për sa kohë plotësohen të gjitha kushtet dhe kriteret ndërkombëtare për të ndërtuar në një zonë të mbrojtur të kategorisë 5, atëherë është fat i madh për ne që të bëhet ai investim me vlerë 4 miliardë euro, kur ke një prodhim të brendshëm bruto 27 apo 28 miliardë euro. Dhe është dëshira që kanë gjitha vendet e tjera rreth qarkënesh që mos të bëhet, që një muaj më mbrapa ta marrin ata këtë investim. Dhe ky është do ta lejojmë këtë që ndodhi. Tani financiarisht, unë kam qef shumë ekonomi dhe i ndjek shumë termat financiare. Kam punuar në televizion që po me lekët, si e me lekët? Shkurtimisht, me lekët jam si gjithë shqiptarët, tani po thishim për financa. Kur s'ka projekt ne dim që është 4 miliardë. Pikë. Investimi jo projekti, investimi, vlera investimit. Vlera investimit. Ne nuk e dim. Po ja pra, një sekond. Vlera e investimit. Metodologjia që ka dalë 4 miliardë. Në projekti den sepse është një çështje ku qeveria shqiptare nuk ka të bëjë fare sepse është një akt shitje dhe vlerje midis një investitori dhe privatit. Ne s'kemi punë fare, ne na kanë thënë që këtu ky po ja blen A-ja po ja blen B-s dhe do bëhet ky investim. Ne shkojmë si regulator dhe themi këtu është zonë e mbrojtur kategorisë 5. Investimi që mund bësh është i limituar. Na ka prur një projekt, nuk bën ky, nuk plotson kushtet. Ka prur të dytin, kthehe mbrapsht, nuk i plotson, duam dhe 1 2 3. Sillet sakt ta shohim prap. Në këtë pikë jemi. Nuk kemi fare, nuk kemi arritur fare aty ku flitet dhe thuhet. Jo u shit, e jo u ble, e jo do ndërtohen kulla, cilat kulla, as i kulls ndërtohet aty se do vi projekti sipas asaj. Është sipas ambientalistëve që tek draft ideja para ka qenë 8 kate. Nuk lë njëri në këtë botë. Kanë qenë 8 kate ndërtesat. A është shëllzuar, a është kthyer? Se di, si se di. Po okej. Albert, a mendon se do kthehet investimi apo do të bëhet? Po ka dy aspekte. E para është që ky lloj PR-i kaq negativ, atyre i rëndon më shumë se i bën der. Është teza e parë që tha Arbrit. Po është një tjetër që ata thonë, unë dëgjoj që e kanë marrë dhe pak me inat tani. Sepse thonë e kuptojnë që ka një sulm që është bërë. Nga Trumpi kështu që është bërë. Sigurisht është i kanë targetuar dhe thonë jo, pse ne s'po bëjmë, ne do të vazhdojmë. Ne s'po bëjmë asgjë. Kështu që janë të dyja mund të qëndrojnë, pastaj pjesën kryesore të investimit nuk e kanë ata. Se këta të qeverisë thonë, ore këto të protestës, na të shmendën zgjidhin një kërkesë ose 5 kërkesa, edhe ca përfaqësues të diskutojmë, të flasim se nuk bëhet. Nga ana tjetër, çfarë dëgjojmë sot, nuk e dëgjojmë nesër, nga një anë nuk ka projekt, por ka projekt në bërje, po ka studio arkitekture, por në fakt janë, po është pa projekt studio arkitekturës, po ka kohë që mendohet, po edhe s'mendohet. Po ne nuk jemi se është privat, po dhe jemi se jemi regulator. Mua më duket si një histori dashurie urrëtie me Ramën. Rama me ju dhe ju me Ramën.
Dashuria ku është? Nuk është dashuri urrejtje sepse Ose ka një cak shumë gatsy. Ka ndonjëherë të dashuri kështu. Protesta po dashuri. Ka dhe me të shara, valla ka. mund të ketë pasur Se si më Ka duket dashuri me të shara. Ka dhe me të shara. Shikoj që mund të ketë njerëz që e duan këtë Jo, të bëjnë diskutim ta sepse themu, kanë ushtrinë e partisë vet. S'është ushtri, nuk janë ushtarat, ata Por njerëz ka që funde. kanë votur, nuk kanë seriozisht njerëz ishte batut. Janë njerëz që e kanë votuar, një pjesë atyre. Po unë doja të Ajo pyes që pak unë Elianin. dëshatoja është që nuk diskuton dot, sepse nuk ke të njëjtën narrativ, nuk është Hajde, po ju s'keni ardhur, bjeri E cila des, jo. Hajde A bjeri ka des, projekt ju apo dëgjoj. kemi cheval blanc? Shkoni dhe diskutoni me kemi këto kryeministin e hotele, vendit. cilat janë? Shkoni dhe diskutoni të gjitha me kryeministin e vendit. Bëni përfaqësi 20 veta, shkoni Po dhe mirë, po flisni. nëse ai më thot një gjë sot, Po dhe thot shkoni një tjetër bëni, gjë mo, nesër, po shkoni a bëni. vlen ajo e djeshme për pas nesër? Ju flisni me njëri tjetrin, po komunikoni në për distanca. Ka humbur Shkoni legitimiteti aty. i fjalës. S'ka humbur fare se Ka ti humbur. ke gjithë sheshin dhe Kjo gjithë është, nuk është Tiranën shumë e dëgjueshëm. të lirë, Po se të provoni shkosh ku të vërtet, duash dhe shkoni, të thuash çfarë të duash. Meni në një Shkoni komposto dhe në flisni. gjë me vete. Se aty Bëni jeni. çik kështu. S'ka asgjë të keqe kjo. Në një shumë. Po cili se bebi po dak. Se vep Për të fol pra, si shkoi kjo 35 vjetorin në Tiranë, domethënë sepse këtej ishte protesta, këtej u mblodh PS-ja. Që të Ne saktë. që na keni hap një punë shumë të madhe protesta dhe qeveria me këto. Tham çfarë do plasi olla, tham plasi, ha. E para njerë është ndarë data 12 qershor është fiks data e themelimit Partisë Socialiste dhe që do të bëjë në Tiranë. Ky event është ndarë që para një muaji e gjysmë. Po. Pra pa i hyrë fare këtij diskutimi. Dhe jo vetëm që u bë në respekt të gjithë protestuesve që patjetër shfrytzuan gjithë hapësirën që kanë shfrytzuar çdo ditë, u bë tek stadiumi të zonat të sheshi Italia, ishte një fest madhështore, ishte një numër shumë i madh njerëzish që tregon edhe një herë atë që unë vazhdoj ta them që nga fillimi në një republikë parlamentare dhe në demokraci si kjo e jona, pushtetin dhe legitimitetin ti e merr nga vota e qytetarëve. Dhe nëse kërkon ti jesh alternativ, më e mirë apo ndryshe, duhet të garosh. Edhe që të garosh, duhet garosh në zgjedhje. Dhe kur të vinë zgjedhjet, garon ti në zgjedhje, sepse para një viti ne kemi marrë mbështetje masive nga këta qytetarë me një objektiv madhor, që është integrimi i vendit në Bashkimin Evropian. Dhe ne po e bëjmë. Nuk kemi çeduar në asnjë moment, edhe po shkojmë drejt asaj. Dhe nuk ndalemi ne pa e bërë atë, se na kanë dhënë 83 mandate. Na kanë dhënë shpirtin për çdo gjë. E kemi detyrim dhe nuk na e kanë dhënë për të ndjekur, ne na e kanë dhënë për drejtuar. Okej. Mirë. Ne ju falenderojmë Për kohën. që ishit sonte me ne. Jeni shumë më të sjellshëm. Edhe më pëlqeu kjo bisedë ose dive. Si u dira, po. Jo shumë mirë, po shifja që po Do të presësh në një gjë montazh, ma thuaj tani para. po ju shikoj që po shkon në interionit, i thot ta jap gati sa ti thoshin ta dhan votën prapë. Kur Jo, ju bindi do të mos e tregoj, ta them unë për kë kanë votuar çuditësh Ju prapë. bindi një herë. Okej. Nuk janë gjëra të thjeshta ore. Dëgjoj, Kam kohën dhe ju falenderoj I shumë. bindi shumë mirë. Ju falenderoj shumë. Faleminderit Alba që ishe pjesë e këtij diskutimi. Të uroj që Faleminderit. ndalesh dhe më shpesh, që ti thuash mendimet e tua më shpesh. Ne do të ftojmë edhe herë tjetër nëse ti do jesh të vërdall në Shqipëri apo sa ka protesti tu dosh. Po. Ishte kënaqësi shumë, po është mesazhi vetëm në këto momente, është mbështetja absolute e protestës, sepse po kemi një Shqipëri tjetër, është shumë e bukur. Pavarësisht se ku shkon, është shumë e bukur sot që i kemi ata njerëz. Okej. Dhe ne ju mbështesim te në studio dhe të falenderojmë Alba që ishe sonte me ne. Ti Erion djalë gëzuar ditëlindjen. Faleminderit për urimin. Dhe shpresoj që të shihemi përsëri në diskutime të tilla. Arbër, thank you. Ti Kënaqësi, ne këtu jemi. Ti je i shpjes domethënë. Sigur bëri shpjes. Këtë kam seriozisht, kanë ardhur mesazhe vërdall nga studio tjera. Kanar, po nuk po i them se kodi etikës nuk na lejon. Kodi etikës. Shumë mirë. Okej. Ju falenderoj njerëz të dashur, ne do të shihemi javës tjetër. Kështu që ju duam shumë, edhe paqen në botë. Ju duam gjithë, po. Edhe paqe. Ciao, natën. Ciao.